Mos harroni këtë emision mund ta shikoni live në Zonë e Lirë Official në YouTube, ku Kulla po bën namin, miq, mjafton të futeni atje dhe shikoni videot, do ju iki petlla. Kulla të falenderoj shumë. Një interes të madh Kulla ka, dhe prandaj unë sot e kam vënë këtë titull, Izrael, Liban, bomba, panik, çfarë do ndodh? Për ta përfshirë të gjithën atë. Le të fillojmë nga lajmet më të fundit, por se të pyes se ç'a po ndodh sot në Izrael, në Liban. Bombardimet vazhdojnë se kemi një aplikacion, Eno, që është pjesë e stafit. Po nga të dy anët. Eno ka vetëm aplikacionin ku bombardohet Izraeli. Po janë edhe bombardimet që bombardon Izraeli. Po, këtë aplikacion nuk e kemi kur bombardohen vendet tjera, kemi vetëm kur bombardohet Izraeli. Okej. Çudi e madhe, nuk e kemi pjesën tjetër. Pjesa tjetër. Sepse ai është aplikacioni izraelite. Janë bombarduar edhe vendbanimet e Krishtera në Liban dje dhe sot. Po para se të vemi aty Kulla, le të komentojmë këtë imazhe, sepse luftë pa imazhe në fakt nuk ka kuptim. Sigurisht. Ledio e ka gati të nxjerrë njëra pas tjetrës, nxjerr Ledio dhe Kulla do të komentoj sipër. Ja shikojeni. Ta fillojmë nga më të mëshmi. Kemi dhe audio, besoj ne mund të flasim, mund të komentojmë Kulla. Janë videot që i kanë nisur, janë videot tua këto Kulla që kanë nisur njerëzit, se thuash burimet e tua që kanë atje në Liban. Miqtë mi, në Liban edhe në Izrael. Edhe në Izrael, po këto janë nga Libani. Ky shkreti këtu është do të jetë një libanez që punon në oficinë. Është mekanik, po. Shikoni deri në fund të videon. Është e frikshme, është nuk është për të gjithë. Në fakt do të ishin vënë minus 18 këtu. Për të qenë korrekt, po çon si ka. Ja shikoni. Siç e shikoni, nuk ka më pamje të qarta, o bë tym. Mbriti bomba edhe. Mbriti bomba dhe ai njeriu karazik nuk është më fare atje, pra ky. Po. Ai filloi nga e para kjo video. Nga ajo bomba ju zhduk fare apo. Po. Një çmenduri. Dhe kjo si lokacion do të jetë diku në jug të Beirutit. Në jug të Beirutit. Tmerr. Vazhdojmë me videoja tjera që të komentoj Kulla tani për qefën e vet. Jepi Kulla. Kjo është në Teheran varrimi i Nasrallahut. Dhe pas 4 vitesh që nga koha e pandemisë, faljen e ka drejtuar Ayatollah Khamenei, që është edhe lideri më i madh shiit botror. Le të kujtojmë për ta shtuar sa më shumë radhën e njerëzve të interesuar për këtë ngjarje Kulla. Nasrallahu vra vetëm pak ditë më parë. Nasrallahu vra një javë më parë, teksa komentonim këtu dhe thamë. Të prandë e kaluar. E kishim titullin u vra apo jo, dhe doli fjala ime që është vrar. Po. Dhe pas një javë ata e transportuan trupin me tokë, jo nga ajri, nga Siria në Irak edhe pastaj në Iran. Pra bën 1000 ca kilometra. Bën gati 2000 ca kilometra. 2000 ca kilometra me tokë. Me 1000 është me ajër. Po. Pyeta. Tani ky është varrimi i madh që është bërë sot, është i sotëm apo i dieshëm? Po, i sotshëm. Në Teheran është ceremonia mortore ceremonia mortore e Hasan Nasrallahut. E Hasan Nasrallahut që ishte lideri i Hezbollahut. Që u vra para një javë. Këtu të ketë me mira njerëz apo jo? Ka me 10 mira. Pyeta. Çfarë thon Ledio Habeçi zërin? Yamanul hikmati wal iman. Betime në gjuhën perse. Në gjuhën perse është kjo? Je i sigurt Kulla? Po ka betimet janë arabisht, po. Se gjuha perse nuk është kështu. Jo, po një pjesë faljet i ka në arabisht edhe gjuha perse. Po, sigurisht. I ka pas gjithmonë apo ka ndryshuar rrugën? Po jo, ma jo është falje, gjuha edhe ne në xhamit tona, një pjesë faljes e kemi në arabisht. Dakor. Dim gjë lokacioni se ku është Teheran. Jo, po Teheran, po ku? Është periferi Teheran, po kjo? Kjo është në Gaza. Sot në Gaza. Po. Teksa në një lagje, teksa vëmendja është vendosur në Liban, kurse kjo është në Beirut. Kjo është në Beirutin jugor. Është afër aeroportit. Ajo tjetra ishte në Gaza, kurse kjo është në Beirut. Por në Gaza ç'nesh filluan prapë Kulla, se u kishte një pushim. Po se vazhdon her pas here edhe në bombë, pritet në një. Pra, vëmendja është spostuar në veri në kufirin me Libanin, ndërkohë që këtu jemi atje jemi në Gaza, kurse këtu jemi në Beirut, në jug. Po këto bombardime vazhdojnë akoma të jenë. Ja, ky është Beirut. Jemi në jug të Beirutit këtu. Beirut. Këtu janë bombardimet e Izraelit apo jo? Po.
Tani çfarë thon kulla që ti komentojmë tamam? Çfarë thon izraelitët? Çlajme kemi ande, domethënë këto bombardime që si brojnë dikë? Atëre kanë Këtë kishin vrarë. ata thonë që kanë vrarë këtë zëvendësuesin e Nasrallahut, por nuk kemi konfirmim nga ana e Hezbollahut dhe nga ana e Libanit. Ndërkohë sot ka ndodhur që është sulmuar me raket nga Iraku, nga milicit shiite në Irak, një nga këto kompanit izraelite në front, dhe janë vrarë 4 ushtarë izraelite dhe janë plagosur një 12 të tjera. Kjo është me burimet konfirmuara. Sulmuar me dron nga Iraku. Janë vrarë 20 ushtarë izraelite më pak? Jo, plagosur. Plagosur 20. Jo, janë vrarë 20 para ca ditësh. Para ca ditësh, po. Sot janë vrarë 4 dhe janë plagosur 12 dhe 16 izraelit. Ndërkohë që kjo është në Gaza. Ndërkohë që thamë pak më parë, po. Ndërkohë që është në kufirin Izrael-Liban janë zhvendosur 3 divizione të ushtrisë, 3 divizione këmbësorie dhe një divizion aerotransportues pra me parashutistë e tjerë të ushtrisë së Izraelit, pasi nuk po ndodh një pushtim tipik, po ndodhin inkursione toksore, pra duke hyrë dhe duke dalë. Pra nuk jemi përballë një pushtimit, jemi përballë një lufte në terren, por nuk kemi përballë janë futur realisht në... Po janë futur dhe kanë dalë. Futen në disa fshate dhe dalin. Pasi ata kanë frikë nga përsëritja e 2006-s. Ndërkohë që dje janë vrarë për herë të parë 2 oficerë të ushtrisë së Libanit. Deri tani ushtria e Libanit për teleshikuesit nuk është përfshirë në luftë, por sigurisht kanë shkuar repartet atje. Kryeministri ka thënë që i Libanit që nëse do të ndodhë pushtimi, atëherë ushtria e Libanit do të përfshihet e tëra, po keni parasysh që ushtria e Libanit dhe Hezbollahu janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Në anën tjetër vazhdon diplomacia paralele, punon në mënyrë që të ketë një armpushim midis kujt? Midis Hezbollahut dhe Izraelit. Ministri i jashtëm i Iranit ishte sot në Liban, ministri i jashtëm i Francës ishte dje në Liban. Ndërkohë dje ministri i jashtëm i Libanit, i cili është edhe njëri shumë i afërt i Hezbollahut, domethënë ka çuar Hezbollahu ministrit të jashtëm, ka deklaruar se Hasan Nasrallahu u vra ditën që kishte thënë, "Okej, jam gati të nënshkruajmë një armpushim me Izraelin." Dhe në të njëjtën kohë, amerikanët janë kthyer në idenë që mund të ketë një ripërfshirje të ish presidentit Michel Aoun të Libanit, i cili është nga grupimi maronit katolik i Libanit, edhe është një ish general i famshëm i viteve 80. Por është aleati Hezbollahut. Tani, t'ja shpjegojmë pak njerëzve. Nëse lufta e parë, nëse intifada e parë në Palestinë, me që pas nesër, pas 2 ditësh kemi 7 tetorin, vitin që filloi lufta. Nëse intifada e parë prodhoi Hamasin në fund viteve 80, intifada e dytë e solli Hamasin në pushtet, pra në fillim viteve, në mesin e viteve 2000. Intifada e tretë, pra lufta e tretë që kemi, pra që është sot atje, e ka bërë Hamasin forcën unike brenda palestinezëve. Kjo është arsye pse vazhdojnë luftimet, vazhdojnë sot kishte luftime në Tulkarem. Intifada për ata që nuk i din këto terma, kulla do thotë? Është lufta, rezistenca. Në Liban, lufta e parë, pra lufta që filloi në 78-ën, lufta civile, dhe që solli krimin e Hezbollahut në 82-shin, e bëri Hezbollahun një shtet brenda shtetit. Pranvera arabe e bëri Hezbollahun ushtrinë më të madhe rajonale pa shtet, për shkak të luftës që bëri në Irak edhe në Siri, Hezbollahu kundër ISIS-it, pasi bashkë me Iranin dhe Rusinë mundën ISIS-in, me një numër shumë të madh të rënësh martirësh që ata kanë, po që e bëri e zmadhoi një ushtri me baza në Irak, me baza në Siri, me baza kudo, domethënë, përfshi dhe Libanin. Unë mendoj që kjo luftë e tretë rrezikon që ta bëj të gjithë Libanin një Hezbollah land, pra një tokë të Hezbollahut. Dhe këtu ajo gjë që duket qartë është që Izraeli, i cili po e heton, po e sheh dobësinë e perëndimit në sjelljen e vet, e shef
problematikën politike, përçarjen që ka fushata në Amerikë, e ka parë dobësinë e institucioneve europiane etj. Jemi gjendur përballë urdhër arrestit të gjykatës ndërkombëtare për kryeministrin e Izraelit e tjerë. Atëherë Izraeli ka vendosur të përdor forcën që punët e veta ti mbaroj vetë duke mos pritur nga jashtë. Në të njëjtën kohë kemi patur pastaj edhe skandalin më të madh diplomatik që mund të ndodhë. Se të pyesja pra, shpallja non grata e sekretarit të organizatës së Kombeve të OKB-s. Po, ky që është nga Meksika, si ka emrin? Gutierrez. Po. Kjo është lajmi para 2 ditëve. Dhe kjo është edhe për të qeshur njëkohësisht. Kjo është për të qeshur, por është edhe për qartë. Tregon se ku ka vajtur sistemi i sigurisë ndërkombëtare. Po për çfarë kishin natë? Për çfarë morin natë të Gutierrez? Ata e akuzojnë se pjesëtarët e OKB-s në Gaza kanë bashkëpunuar me Hamasin me 7 tetor në sulme. Dhe mund të ketë një të vërtetë këtu, nuk e paragjykojmë dhe me siguri do ketë sepse ata palestinezët gjithë njësoj mendojnë në raport me Izraelin. Por ajo që unë mendoj më shumë është sepse Gutierrez e akuzon Izraelin për genocid dhe për agresion, për genocid ndaj palestinezëve dhe agresion ndaj Libanit. Po pra. Por unë mendoj që në fakt është kundër përgjigja që jep Izraeli për urdhër arrestin që është lëshuar për kryeministrin Netanyahu. Po të imagjinojmë që urdhër arresti për kryeministrin Netanyahu është njësoj si urdhër arresti që qëndronte për Ismail Hanijen që u vra në Teheran. Pra, po hymë dal nga dal në një qark të mbyllur ku në një stuhi perfekte, ku lufta ditë e mditë zjerohen dhe frontet, sot për shembull kishte sulm të Izraelit në Yemen. Jo vetëm sot, kishte edhe para 2 ditë. Po them sot, kishte sulm të Izraelit në Yemen, po ndërkohë sot Jemeni mbyti një anije shumë të madhe, ja çova legët. E kemi atë mbytjen e anijes, britanike e qelloi me raketa. Ishte anije britanike kjo? Po britanike. Ja, shive. Shive që bëjnë huthot në Yemen. Shive qik. Çfarë? Kështu që dal nga dal ne po kthehemi, atje po kthehet në një luftë rajonale, unë sa jam kthy nga një vizitë. Anije britanike kështu tregtare do të thotë. Tregtare, po nga ato që me siguri transportonte mallra nga Evropa nazi ose nga Izraeli. Po pra, po ka thënë nuk ka lidhje me luftën kjo anije. Jo, s'ka lidhje, po kjo shpjegon që harta e luftës, pra ne po rishqasim dal nga dal në një luftë botërore. Pra, imagjino tash sikur në një moment ti vjen nga një planet tjetër dhe nuk e dije çfarë janë amerikanët, çfarë janë rusët ashtu dhe vjen në planetin Tokë. Dhe shef, në veri të Evropës ka një luftë madhe për 2 vjet e gjysmë. Dhe kjo luftë transportohet bashkë. Janë me Ukrainë-Rusi dhe vjen deri në lindjen e mesme, ku fillon në mesdhe, pra atje ku është Palestina dhe Izraeli dhe Libani, dhe përfundon deri poshtë atje ku del Oqeani Indian. Pra dal nga dal panorama e luftës, gjeografia e luftës, përbërja e luftës, po zjerohet kaq shumë sa që nuk mund të mbyllim syt përballë faktit që dal nga dal po na tërheqin në një luftë, po mos themi botërore, gati gjysmë botërore. Bukur, tani Kulla, ajo që në intereson sigurisht është të kuptojmë çfarë do ndodh. Pra, cila është e ardhme e kësaj. Po para se të pyes, duhet të kërkoj Ledios. Ledio, të lutemi, kemi hartat, sepse dua që Kulla të mi komentoj pak këto hartat. Kemi marrë Kulla gjithë hartat, sot ne ka bërë Eno. Gjithë hartat. Po i kemi. Jepi Ledio. Nxirri hartat njëra pas tjetrës. Dhe ti komentoj pak Kulla. Kulla, e shikon më mirë atje apo këtu? E kam këtu, njësë është. Hartografia tregon... Ç'është kjo harta, Nikola? Si mund ta komentojmë, që se arrin ta lexosh? Atëre, kjo hartë tregon aktivitetin ushtarak të trupave izraelite në jugun e Libanit. Ata po preferojnë të futen dhe të pastrojnë pjesën poshtë lumit Litani, aty ku janë dhe bazat e Hezbollahut, po që ka qenë OKB-ja deri tani, trupat italiane me komandë të një general italian. Po dhe në të njëjtën kohë janë edhe vendet që ata kanë bombarduar kryesisht në luginën e Bekas, që është aty mbrapa, ku ndodhen edhe aeroportet ushtarake nën kontrollin e Hezbollahut. Aty në atë cepin aty është edhe baza që u godit nga dronët e rezistencës irakene, pra nga Iraku kundër Izraelit, ku vran 4 ushtarë do plagosën 12 ushtarë Izraelit. Pra kjo është leximi i hartës ushtarake sot. Në Izrael? Në Liban? Në Liban. Në jug të Libanit? Po, kjo është në jug të Libanit. Pra, gjithë, po kjo tjetër këtu më duket se Izraeli, apo jo? Jo, është Gaza kjo. Jo,
Ktu jemi në Qa lexon atje Lediot, lutem na ndihmo pak se Këtu Gaza jemi. Kjo është Gaza po. Ktu jemi në Gaza dhe tregon hartën e bombardimeve sot në Gaza. Dhe siç e shef ata kanë bombarduar ato janë raketat të cilat janë bombarduar, kanë bombarduar në Gaza City, pra pjesën e veriore, pastaj kanë bombarduar në pjesën e mesme dhe kanë bombarduar gati edhe në kufirin me Egjiptin. Pra kanë vazhduar aktivitetin ushtarak me bombardime. Një nga ato bombardimet ishte ajo që pam... Po nuk dim sa të vrarë ka për shembull. Po shiko, nuk përbën më numër, sepse... Nuk kam nevojë, po nuk kam. 50.000 civil. Po qartë. E vetme gjë që mund të themi pas një viti nga situata në Gaza është se Izraeli ka dështuar në mënyrë të frikshme në eliminimin e komandantëve dhe drejtuesve të Hamasit, sepse nuk ka arritur do të... Si ka mundësi me kulla, se unë këto s'kuptoj. Le të mos e hiqni një sekondë. Sepse tunelet... E di pra tunelet, po një sekondë kulla. Izraelitët që janë mjeshtrat pa parë, në precizion pa Çfarë do parë. janë në tokë, se bën dot. Po në tokë ishin në Liban pra. E hoqin qatë Në Liban është një... 30 metra ishte në tokë. Ai në Liban ishte kthyer dhe aty mendohet që është vrarë dhe informatori. Shiko, do të them diçka që pak njerëz e dinë. Nuk di pse s'punon kondicioneri. Do të them diçka që pak njerëz e dinë. Disa vite më parë, shërbimi sekret iranian, Po? i shtetit, jo i gardës revolucionare, krijoi një njësi për të zbuluar agentët e Mossadit brenda radhëve të iranianëve. Dëgjoj këtë se është shumë Ty interesant. po dëgjoj, po ndërkohë duhet rregulloj këtë se është shumë vap këtu. Po bëhet vap e madhe shumë. Po? Para disa ditësh, autoritetet iraniane, pasi ndodhi vrasja e Hanijes, pasi ndodhen gjithë këto gjëra, kuptuan që kjo njësia speciale e shërbimit sekret iranian, që duhet të zbulonte agentët e Mossadit në Iran, ishte vetë rekrutuar e gjitha nga Mossadi. Pyta. Pra, nëse shohim me kujdes, të gjithë eliminimet që ka bërë Izraeli. Ky Izraelite, po. nga vrasja e Hanijes në Iran, deri te këta në Beirut, tu janë të gjithë njerëz që janë o vrarë për shkak të një tradhtie, ose se kanë dalë në publik. Për shembull, Ismail Hanije shkoi sepse vajti në varrimin e ish-presidentit të Iranit që ra me helikopter. Por në njëjtën kohë, kjo nuk ndryshon faktin që nga pikpamja e aktivitetit operacional të trupave izraelite, për këtu në rastin e Gazës, ata kanë rrafshuar Gazën, kanë bërë një dëm të jashtëzakonshëm që unë mendoj që Gaza do dojë shumë vite që të ringrihet nëse ringrihet. Dhe kush do e ringrojë është puna? Ata që janë aty. Katari ka para, Saudite nuk është problem kjo punë. Po nuk kuptojmë gjë pra statusi Gazat çfarë do jetë? Do jetë një gjë kontrolluar nga Izraeli apo Izraeli thjesht bën luftën dhe largohet? Unë mendoj që negociatat që po bëhen në Egjipt do na sjellin një situatë ku në Gaza do të ketë një prezencë ushtarake ndërkombëtare nën flamurin e OKB-s. Me prezencën e OKB-s dhe Izraeli jemi dhe ne. Po e qartë, po ata janë zero non grata. Me prezencën e vendeve arabe. Unë mendoj që në fund, qëllimi i Izraelit është që të thotë që ka vdekur historia me dy shtete. Gaza do ngelet një territor izoluar me prezencë nën besueshmërinë e vendeve arabe etj. Po që ndodhi kjo, duhet që atje të mos ketë më Hamas. Hamasin të harrosh nuk e zhdukin dot më dhe, sidomos pas kësaj lufte. Hamasi do marrë dhe bregun perëndimor, nuk e zhdukin dot, është e pamundur, ta shpjegova. Edhe në Liban do të kemi po të njëjtën. Kjo harta tjetër këtu kulla çfarë është? Kjo harta tjetër shpjegon çfarë lexon Ledio, ku jemi këtu? Sërish jemi në kufirin tre palësh, Izrael, Liban edhe Siri. Jemi atje ku ndodhen malësit Golan, unë kam qenë në të tre anët e këtij kufiri, kam parë edhe në Kinë. Jugu Libanit është kjo. Kush është? Jugu Libanit. Ajo harta ajo me jeshile aty është jugu i Libanit që përshkruan atë që ne tham pak më përpara në shpjegimin e luftës, tregon ku janë përqendruar fronti i luftës me trupa. Jugu i Libanit është kjo. Po, ku është përqendruar fronti i luftës me trupa, po ndërkohë edhe Hezbollah vazhdon dhe bombardon dhe në Tel Aviv edhe në Haifa sot edhe në Karmel kishte bombarduar sot atje ku janë shqiptarët e Izraelit që jetojnë në shqiptarët e Izraelit. Po në Karmel, në lindje të Haifës, është një vend lart atje quhet Karmel. Ku në Izrael po fletam? Po në Izrael, atje jetojnë shqiptarët, atje ishte bombarduar sot nga Hezbollah.
Zdim është vrarë në një shqiptar apo? Jo, nuk ka pas vrarë, asë ashtu, dhe pastaj nga Izraeli sot është bombarduar gjithë Beiruti, është bombarduar Lindja, është bombarduar madje dhe më në veri ku ndodhen tokat dhe teritoret e të krishterëve, pas informacioneve teknike që kanë pasur se ndoshta disa nga liderat mund të fshihen edhe brenda popullsisë katolike. Kjo këtu kullar reportet Israel Operation in I Lebanon. fazës iniciale të operacioneve toksore në jugun e Libanit, që shikoni janë ato hartat kështu në formën e rjetës që tregojnë trupat e ushtrisë izraelite që kanë hyrë me atë ngjyrën blu. Litani River, thot. Po, Lumi Litanit. në Lumi Litanit, kjo është ajo që njihet linja blu atje ku janë tani këta. Por keni parasysh një gjë që kjo është një territor shumë malor, dhe është një territor i vështirë për të dyja ushtrit. Kjo është arsyeja pse në këto ditë Izraeli ka patur humbjen le të themi rreth 30-40 ushtarëve dhe oficerëve dhe një numër të lartë plagosurish, por një të kohë edhe Hezbollahu ka pasur shumë jetë humbura, llogaritet diku te 200-250 operativ të Hezbollahu që o janë vrarë o janë plagosur. Këto rjetat që janë këto është prezenca e ushtrisë izraelite, këmsor dhe forca speciale, që ta shpjegoj si funksionojnë. Ata shkojnë me tanket izraelite janë të famshëm për këto lloj operacionesh. Këta Hezbollahu i reagon tankeve me antitanke, prandaj ata që janë vrarë sepse është goditur tanku dhe janë vrarë ata ushtarët që kanë qenë aty brenda. Dhe pastaj forcat operacionale apo të këmsorisë apo dhe forcat speciale janë që dojnë brapa tankut dhe ata me një fuqi zjarri të jashtëzakonshme dhe shkojnë marrin ato territorit sipas indikatorëve që jep komanda futuni këtu ose futuni aty. Dhe në momentin që kanë rezistencë ata kërkojnë ndihmën e aviacionit, i cili pastaj Izraeli i dominon gjithë. Andosin në filma kulla që në momentin që këta toksorët pra hynë me tokë, këta këmsorët hynë me tokë, sinjalin që marrin me këto satelitet gjigant i marrin sepse lart nga satelitet ata kontrollojnë ndërkohë territorin? Jo vetëm kontrollojnë territorin, por ata nëpërmjet satelitëve dhe nëpërmjet komunikimit që kanë me këtë lloj teknologjie, ata në momentin që janë vështirësi kërkojnë ndihmën e aviacionit i cili vjen dhe i bombardon ata në vendin ku është si në filma, po kjo do të thotë që betejë do jetë gjatë dhe përgjithshme. Vazhdojmë edhe me një hartë tjetër. Parasysh edhe Hezbollahu ka shumë tunele në tokë, Edhe Hezbollahu. Po, ka më shumë se Hamasi. Domethënë në 20 vjet që ka qenë le të themi në situatë armpushimi, Hezbollahu dhe ata që kanë furnizuar Hezbollahun me krye Iranin kanë harxuar shumë para dhe teknologji për këtë gjë që kanë. Po kjo kulla? Tu dhe njerë përshkruan bombardimet, i ke raketat. Prap Libani jemi ledi apo jo? Po, Libani jemi sërish të përshkruan me detaj. Vëndet bombarduara? Me detaje, vëndet e bombarduara, fshatet e bombarduara. Janë një pjesë atyre që ne kemi parë me filmime dhe tregon që nëse ti e shef me kujdes jemi lartë, e kalon komplet lumin Litan, shkon mbi Sajda, shkon Sidon, shkon në lindje këtu në lumin e Bekas, edhe tregon që harta e luftës është zgjeruar në gjysmën e Libanit, duke përfshirë këtu dhe Beirutin, po jo vetëm Beirutin jugor, po edhe zonën ku është aeroporti, edhe në qendër të Beirutit, dhe kjo tregon që lufta po zgjerohet dhe aty poshtë do të vazhdoj të jetë situatë nxehtë, ndërkohë që të dyja formacionet ushtarake, edhe ato të Izraelit dhe ato të Hezbollahut, japin pak informacion publik, edhe sepse nuk duan të rrisin le të themi panikun mes popullsisë. Ndërkohë Izraeli ka vazhduar. Aty afër duket e Qipro, ndërkohë Izraeli... Ku është Qipro, Ledio? Ja, po të shofësh poshtë... është në det. Paralel me Libanin është Qipro shumë afër. Po, është lartë, është në anën e Tripolit. është lartë, është më shumë përballë Sirisë se sa përballë... Unë se shofë, po, e ketë te harta e vogël, poshtë e ke aty. Te harta e vogël, po, te harta e vogël, po. Dhe nga porti i Beirutit në Qipro me një skaft shpejt shkohet për 2 orë gjysmë. Një raket gabimisht bie në Qipro është... Nuk është kaq, nuk mund bjerë një raket deri në Qipro, s'është larg, domethënë, po raketat aty brenda për brenda dhe bien. Ndërkohë kemi patur bombardimin e Iranit mbi Izrael, i cili dëshmoi edhe një herë që
Çfarë do thani Nikolla se këtu do bëj një pyetje unë, që edhe ti të shlodhesh pak, ta bëjmë dhe si bisedë. Para sa ditësh Irani lëshoi rreth 220 raketa balistike dhe nuk e di u fol për të vrarë nga këto raketa jo. Ka patur, por palët nuk japin informacion. Ndërkohë pritej që Izraeli të reagonte. Ndërkohë atë shoqëruar me këtë ndodhi një ngjarje për cilën është folur shumë pak. Në Xhafa, në Bregdet në Izrael, ndodhi një sulm terrorist nga dy operativ të fora të martën së mërkurën, po. Që vranë 6 veta. Po 6 veta, po. Pra, në momentin që po bëshin bombardimet, u shoqërua edhe me këtë gjë. Pra, ajo gjë që ndel është u vërtetua që Irani ka kapacitete raketore për cilat për 400 sekondar, pra për 6 minuta, 7 minuta mund ta bombardojë. 1000 kilometra. Më shumë se aq, por ajo gjë që pra 7 sekonda 1000 kilometra? Jo 7 sekonda. Sa, për sa the? 400 sekonda. 400 sekonda që janë 7 minuta. 7 minuta. Për 7 minuta ai përshkon mbi 1100 mbi 1200 kilometra. Po, dhe tani çështja është jo, po një sekond, pyetja ashtu tani, këto raketa i ka prodhuar vetë Irani apo ndoshta ndihmoi rusët? Irani ka bërë shumë. Nuk ka ndihmë të rusëve këtu? Ka patur bashkëpunim, po Irani për shkak të embargos që ka patur, ka zhvilluar shumë një pjesë të madhe të industrisë saj dhe ki parasysh Irani ka universitete shumë të mira, nga më të fortat në botë. Universiteti i parë iranian është i vitit 890, 1200 vjetë për para. Qytetërimi pa parë. Qytetërimi pa parë. Dhe ata kanë zhvilluar një industri raketore të frikshme, arsye pse presidenti Trump doli nga marrëveshja atomike me Iranin. Atëherë, nga kjo pikpamje, ne pam që është domosdoshme prezenca e luftanijeve amerikane dhe 2 aeroplanbajtësve që janë para Izraelit, sepse unë mendoj që kanë qenë Amerikanët dhe Britanikët, po Amerikanët me luftanijet e veta dhe me nëndecet që ka nëndete dhe me anijet që mbajnë avionët që kanë ndihmuar Izraelin në mbrojtje nga sulmet me satelit nga sulmet e Iranit. Pra që do të thotë, nëse ne do kemi një kundërpërgjigje të Izraelit, kundërpërgjigja e Izraelit ndaj Iranit nuk mund të bëhet dot edhe pa përfshirjen e SBA-s, që ta kuptojnë njerëzit. Pra në fillim çështja ishte a do të mbahet konflikti i mbyllur, pastaj a do zgjerohet konflikti me Libanin, pastaj a do të përfshihet Irani, tash pasi u përfshihet Irani, çështja është a do përfshihet NATO dhe SBA-ja. Dhe nëse do kemi një përfshirje të NATO-s dhe SBA-s, automatikisht nuk do ndalim dot edhe përfshirjen e rusëve që janë aty afër dhe ne po shkojmë përballë asaj stuhisë perfekte ku të gjithë fuqitë e mëdha po përfshihen në një luftë rajonale që na jep imazhin një lufte botërore. Po, kjo do të thotë që do përdoren edhe armë bërthamore apo jo? Kjo nuk do të thotë që do përdoren armë bërthamore, po armë balistike dhe strategjike po përdoren që tani. Qartë. Pra, në momentin që përdoren këto, hipoteza nëse njëra palë ose tjetra palë përdor, nuk është se shmank kërcënimin e përdorimit të armëve strategjike për mbrojtje. Po kjo do thotë Kullaj që nëse ndodh gjithë kjo përfshirje ku përfshihen edhe amerikanët direkt. Kjo do thotë që zgjedhën Amerikën nëntor, që se ndodhi për një muaj, se për një muaj pak ditë janë zgjedhjet atje. Po këtu brenda një jave ka ndodhur shumë gjëra. Pikërisht pra. Ti e shef të lidhur me zgjedhjen Amerikë gjithë histori? Apo është ka shumë njerëz që thonë që është e lidhur me zgjedhjen Amerikë. Cilat janë hipotezat, më thua dot? Është e qartë që Netanyahu do që të fitojë Trumpi dhe republikanët. Ti thonë Netanyahu është për Trumpin? Po është hapur e punë. Po të njëjtën kohë, demokratët nuk mund të lejojnë që Izraeli të humbë sepse kjo gjë i kushton dhe atyre në zgjedhje. Pikërisht. Ki parasysh që Blinkeni, që sekretar shteti, është me 2 shtetësi, ka shtetësi amerikane dhe izraelite. Se është hebre. Pse Blinkeni është hebre? Po sigurisht. Se është vetëm ai, ka dhe disa tjerë aty. Pra, demokratët kanë lidhje historike me lobin hebraik në Amerikë. Pra, nuk do mundet që ata ta lejnë vetëm Izraelin në një luftë të tillë, ndërkohë që Evropa rri dhe shikon, sepse kemi edhe dobësinë e Evropës në këtë mes. Zakonisht, ti e përmendë që parë kur po bisedonim me Karfe, roli i Francës, se dikur ka qenë Britania, Franca që kanë qenë ato fuqitë tradicionale aty. Tashmë ky rol është kthy vetëm në diplomaci pa përfshirje ushtarake. Franca dikur e kontrollonte gjithë Libanin, gjysmën e Sirisë, po tani kemi Turqinë në një anë, kemi Rusinë, kemi SBA-n. Ore Arabia Saudite, çfarë roli luan në gjithë historikun? Arabia Saudite luan rolin më interesant. Çfarë ndodh atje? Sepse Arabia Saudite do që ta shohë Iranin në luftë,
që të dobësohet sepse e sheh Iranin me frikë. Ndërkohë do që të dobësohet dhe Izraeli. Dakord. Dhe Arabia Saudite është duke bërë reformat e mëdha të 20-30-s, por në njëjtën kohë ajo e shef të mundshme që për shkak të kësaj situate të aftësohet vetë me fuqi atomike për mbrojtjen e territorit vetë, sepse Arabia Saudite shkon nga deti i Kuq, pra aty ku kalojnë ato raketat që Huthët hedhin kundër anijeve dhe transportit ndërkombëtar botror. Del deri në detin në Jerin Persik ku ndahet me Iranin dhe shkon lart në kufi me Jordanin, me Sirin, pra me Jordanin, me Irakun. Arabia Saudite de facto ka territorin më të madh në atë zonë dhe ka pak popullsi, por është edhe vendi i dy tokave të shenjta, ku është fuqia më e madhe sunite, çdo fuqi sunite në rajon. Arabia Saudite ka aleat Egjiptin që ka ushtri më të madhe në rajon. Arabia Saudite ka aleat Jordanin, pasi nga aty lind familja mbretërore jordaneze. Qartë. Arabia Saudite ka aleat Emiratet, Arabia Saudite ka aleat Omanin, Arabia Saudite ka... Po Jemenin? Jemenin ka kundërshtar, sepse e mori Irani, janë Hutët. Dhe... Pra se thuash, lufta e madhe e Arabisë Saudite me Iranin, ti thua nuk do ndaloj asnjëherë apo jo? Ata janë gjithmonë në luftë me njëri tjetrin. Konkurenca s'do ndaloj rivaliteti, po. Ndonë se tani ata janë bërë bashkë për shkak të BRICS-it dhe të kinezëve, por unë mendoj që Arabia Saudite do, nëse fiton Trumpi dhe nëse ai jep të drejtën ta pajisen me armën e tyre bërthamore për të mbrojtur, kuptohet me teknologji amerikane, atëherë ne do rikthehemi sërish në atë ndarjen historike shiit-sunit, që ndoshta është vetëm e gjë që mund ta shpëtojë Izraelin, dhe Izraeli kjo është arsye pse do të fusë Iranin në luftë, sepse me luftën që bëri Izraeli në Gaza, realisht u armiqsu me gjithë botën. U kriju një imazh që Izraeli po bën genocid, u kriju një imazh që Izraeli është kundër arabëve, dhe sepse ata në Gaza janë gjithë sunit, edhe janë arab, pavarësisht se janë të vllazërisë muslimane. Kurse përfshirja me Iranin këtej i kthen sërish sunitët në interesin e vet. Por unë mendoj që ashtu siç ta kam parashikuar në fillimin e vitit, që ky vit i brisht do jetë i gjatë, do jetë i përgjakshëm, dhe deri në betimin e presidentit të ri amerikan nuk do të kemi zgjedhje përfundimtare. Pra që nga çast në çast, në këtë një muaj e pak ditë që kanë mbetur nga zgjedhja. Një muaj gjysmë deri zgjedhja, apo 2-3 muaj deri në betimin e presidentit. Po, se është ai 3 mujosh që duhet të vinë janar ai. Po. Pyeta, dhe atëre mund të bësh të duan këta. Po sigurisht. Po jo, por në momentin që fiton Trumpi për shkak. Tani është kohë për të spekulluar pak. Çfarë bën Bibi dhe qeveria izraelite? Vazhdojnë luftën. Vazhdojnë luftën po njësoj apo dhe më shumë? Vazhdojnë luftën po njësoj, po mund vazhdojnë dhe luftën më shumë, se s'ka që të bëj Bibi. Domethënë, ki parasysh. Jo, po fitoi Trumpi, them, për të kuptuar pak. E njëjta gjë, nuk ka që bëj. Nëse fiton Harris, të njëjtën gjë prapë. E njëjta gjë. Izraeli ka hyrë në një tunel nga ku nuk mund të tërhiqet. Pra, sepse ndryshe do quhet që humbi luftën. Një humbje e luftës Izraelit ndaj dy organizatave që nuk janë shtet, që është Hamasi edhe që është Hezbollahu, do të çonte në kërcënimin e shpërbërjes së brendshme të Izraelit. Pra ti thua Izraeli është dënuar, siç thot një miku im në Izrael, Josi Shevel. Që se marrëm dot telefon. Po dhe mund ta provoj tamam. Siç thot një miku im në Izrael, kjo luftë ka filluar, herë do kur do mbaroj. Kjo luftë ka filluar, herë do kur do mbaroj, domethënë. Herë do kur domethënë herë ta vonë. Ne nuk e dim se kur, po herë ta vonë do mbaroj. Pra jeta duhet konsideruar me këtë luftë. Jeta vazhdon. Jeta vazhdon me luftën. Po, edhe unë mora po gatuan të gruaja ishin në katin minus, se janë aty. Në Alal, aty afër Nazaretit, pra në zonën që mbrin bombardimet. E thash unë çfarë, ja po ham, tha po ashtu jemi këtu poshtë bodrumit, do të vazhdon jeta, nuk kemi çfarë. Dhe bukur aty kullash për shkakun që sepse edhe kjo më intereson shumë, se detajet e vogla për shkakun që bëjnë jetën e përditshme të atyre njerëzve, për shembull, ato bombardime, po flem në Izrael. Se dhe atje, ai dom de fer që quhet si do që tjetë ata ka një vit janë në bombardime. Po pra, domethënë bien që zgjerë aty, nuk është. Po sigurisht, bien. Quhet në Shqipëri dom de fer? Mbrojtja e hekur. Mbrojtja e hekur. Muri i hekur ta, si quhet ata, mbrojtja e hekur. Ata njerëz shumë ku kanë kështu bombardime, kulla, kanë ju ikin dritat, ju ikin ujë, kështu gjërash apo ato i kanë zgjedhur edhe? Si i kanë zgjedhur? Po sepse i kanë me sisteme autonome, thjesht ata rrinë në bodrume. Po janë bërë bodrume të tilla me ajrime të gjitha që në fillim fare kanë bërë ata.
Kur bëj shtëpit, e ka me rregull që ata bëjnë edhe bodrumet. Pra sot Tel Aviv, për shembull, po marrim kryeqytetin. Tel Avivi është qytet i madh, ka pallate të mëdha. Ne po themi në përfshatra. Jo, po Tel Aviv vetë, për shembull, çdo pallat ka Sigurisht, çdo ndërtesë. ka vendsërimet e veta. Çdo ndërtesë. Ta kam çuar atë videon. Se më thon, ti më çon muaj shumë video. Sigu, ose t'ja çojmë Ledi tani. Jo, s'ka kohë tani Ledi. Sigu Netanyahu me vrap po shkonte në. Po ma jep të tregoj me kamerë. Ja. E ke? Po e kam këtu, një minutë. E, ndërkohë që kulla gjen në video në Ledio, unë them tani ky është momenti që ne të kujtojmë se të gjithë ju që keni probleme me makinat, sepse ju prishin her pas here dhe pastaj merrni vesh që ju janë prishur nga karburanti, ja u kam thënë ku duhet të shkoni. Vetëm në një karburant që është kampion i gjithë karburanteve të tjera. Është cilësia e benzinës dhe e naftës. Quhet SFO Oil, shikoni. Dhe sa i di që është menaxheri është i papar, e ka bërë të spot, ai ka marrë gjithë makina sportive. Si shikoni gjitha makina sportive që janë si lodra në fakt. Kam bërë një parking sot të bukur shumë, një ditë bukur atje tek një sekond. Pas pak. Dhe ja ku janë, shikoni, kjo është për ta bërë të bukur, po në fakt e vërteta është që unë shka vetëm te Saidi, pra te SFO-ili që jep karburant makinës. Unë që vdes makina e benzinë dhe sigurisht që 100 oktanësh ish vetëm te SFO-ili, prandaj bravo Said se na shpëtove. Kujdes ku dimni karburantin, shumë e rëndësishme. Mos shkojnë në çdo karburant. SFO Oil, fiksoni mirë. Unë shkoj te rruga Kavajës, se kam afër, varet se ku jeni. Me qira fjallat e makinat. Keni probleme? Pjesë këmbimi. Ja ku janë, Komune e Parisit. Shënojnë në numrin 069 85 500 dhe Selvia 069, jo më falë, kjo është pra Komune e Parisit. Selvia Ledio. 069 70 85 505. Janë 2 dyqanet e Autoademit. Autoademi është kompania me standarde europiane që mund të siguroj pjesë këmbimi me standarde serioze, zonja zotrinj, për makinën tuaj. Mos e harroni, Autoademi, 2 dyqane, një të Komune e Parisit, një të Selvia. Prandaj unë nxjerr çdo javë që të shënoni numrat. Se her pas here mbyteni dhe s'keni faj. Po ku ta gjejmë? Pas pak, kam dhe pak minuta me kullën, para se të vi lapaj. Me Marsidin dhe me Sebastianin. Dhe vinë ato Ledio. Ja, po një sekund, pas pak. Jemi rikthyer miq, Rimi mbrëma. Jemi në emisionin tim Zonë e Lirë, si çdo të martë të mërkurë në orën 10 darkës dhe çdo të premte në orën 9 darkës. 879 është episodi. Pas pak në studio, Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet. Përballë Masit Gupi dhe Sebastian Zonjës. Kam dhe pak minuta me Lirkullën, para sa përcjellë dhe falenderoj që më erdhi sonte. U kënaqa shumë sot me Kullën, jeni pafund që na shikoni live në Zonë e Lirë Official. Ju transmetohet kjo emision njëkohësisht me MCN TV-n. Jeni të papar. Para sa përcjell Kullën, duhet të dërgoj një video që sa u manisi Kulla mua, që mos bëni telefon. E ke Ledio? Po. Tani shikoni pak, më tha Kulla, shikoni, nuk e di kjo video Ledio nuk është transmetuar në Shqipëri. Nga asnjë ekran, nuk e di në rrjetet sociale apo jo, po Kulla se kanë rrjetet sociale në Shqipëri. Jo. Ti e di që isha atë? Ti i ke nga miqtë e tu që dërgojnë nga Izraeli. Po, Izraeli. Shikoni tani ditën që është bombarduar, që është vrarë Nasrallahu. Jo, ditën që bombardua Izraeli nga Irani. Që bombardua Izraeli nga Irani, më fal. Para 4 ditësh. Pra para 4 i bie para kur ishte? 4 ditësh, para 4 ditësh, është e freskët fare, shikoni Netanyahu, kryeministrin e Izraelit se si vrapon nga zyra e vet për të shkuar në vend strehime, në tunel për të ruajtur kokën e tij. Ja shikoni per. Pyta. Ja shifeni. Vetëm se video nuk ka audio. Është vetëm video, shikoj si vrapon. Ka dhe celularin në dorë. Po, sigurisht. Se në vend strehim vazhdon luftën, komandon luftën. Çfarë perle. Pyta. Hapin e paska elegant, gjithsesi. Hapin elegant, vlla. Po, ka qenë ushtarak, ka qenë... Po pra, në luftën e Libanit, 70 e sa vjeçur, në luftën e Libanit ka qenë komandanti... Po, kërse shquhet për pjesë ushtarake? Jo, ke gabim, ka qenë ushtarak, ka qenë komandant në Beirut, ka qenë atëherë, komandante njësit forcat speciale në Beirut. Po, Kulla, para se ti ikësh... Dhe vllai vet ka qenë një general i famshëm që u vra në Uganda. Kulla, para se të përcjell, Kulla, të falenderoj që më kënaqe shumë sot. Kam dhe një pyetje të fundit, që jam kurios të di mendimin tënd. Ore, pas 100 vjetësh, pas 200 vjetësh, se bota të vazhdojë të rrotullohet, sa do të ketë luftra këtu, bota të vazhdojë të rrotullohet, janë e bindur toka, nuk përse do ndaloj. Sa do luftrat më dha të ketë.
Çfarë do thonë për shembull? Do thonë, më dëgjoj me vëmendje. Do thonë që Izraeli në fillim të viteve 2000, pra në shekullin 21, po flas tani ç'është do të thotë, çdo thot historiografia pas 200 vjetësh e zon. Izraeli para 200 vjetësh bëri genocid dhe vrau njerëz pafajshëm, apo do mbetet teza tjetër, Izraeli para 200 vjetësh ishte kala e fundit e cila luftonte për të mbrojtur perëndimin kolektiv, pasi ky i fundit kishte po degradonte. Çfarë mendon ti, cila do jetë teza dominuese pas 200 vjetësh? Kjo e dyta. E dyta? Po pse ma thuaj pse? Sepse realisht, shiko, unë do t'jap një indikatore. Diti kush është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për gjirin persik për një nga territoret më të nxehta të botës në këtë moment? Jo. Është Di Maio, ish ministri i jashtëm italisë. Luigi Di Maio. Po ai pesyjeve, ai që para Po e di. Ai që para 10 vjetësh Shiste panine dhe sanduiçe dhe Coca-Cola në stadiumin e Napolit. Që do thotë Që ka një rënje. në të gjitha aspektet. Prandaj Izraeli thotë këto punë duhet i mbarojmë vetë ne, se po të presim që të na i mbarojnë këta aleatët tanë, i lam durët, domethënë. Tashi, a janë duke bërë gjenocid? Janë duke bërë gjenocid, ata tjerët janë duke bërë terrorizëm, dhe ata janë duke bërë terrorizëm. Por nëse do shohim se çdo shkruajmë pas 100-200 vjetësh, pas arsit tanë, unë kam përshtypjen që do thonë atë që thet ti. Kala e fundit që mbronte perëndimin. Kala e fundit e perëndimit. Një miku im në Francë thot 7 guerre israélo-arabe. 7. Lufta e 7. Non. Toutes perdues par les Arabes. 7 luftra israelo-arabe. Të 7 humbura nga arabët. A është e vërtet kjo apo jo? Por ama ka ndryshuar ajo kohë. Sepse në 2006 Izraeli dështoi pikërisht në Liban me Hezbollah. Sot Izraeli vazhdon ka ushtrim më të fortë në rajon dhe ka teknologji të jashtëzakonshme, por mbi të gjitha popullata izraelite, qytetarët e Izraelit janë të vendosur në luftën e tyre, nuk janë si qytetarët e Perëndimit që thonë nuk shkojmë. Pra është e vërtet shpreha e këtij miku tim. Që Denës Sken dhe e thot. Po prit. Po çështja është se tani ka ndryshuar dhe popullata arabe. Kur filluan pranverën arabe, ata nxorën shejtanin nga shishe. Dhe tani është shumë vështirë të fusë shejtanin në shishe. Dhe unë mendoj që kjo gjë që po ndodh tani do ndryshoj si Izraeli nga brenda, ashtu dhe botën arabe nga brenda. Dakor, po gjithsesi, po të rim të shifrat. Thjesht shifrat, si fakt, është e vërtet që të 7 luftrat kryerë, po them betejën, se betejat vogla mund të mbasë secila palë. 7 luftat e vërtetë që janë bërë tani ka fituar Izraeli. Deri tani ama. Po, deri tani pra, nuk e dim ç'do ndodhi më vonë. Tani loja ka ndryshuar. Që nuk e dim ç'do ndodhi më vonë. Ky është problemi pse Izraeli është futur në luftë, thotë ti mbaroj vetë punën, se ka ndryshuar lufta. Ka ndryshuar situata. Sigurisht, Izraeli ka shumë qartë që sot, Izraeli nuk do të bëj fundin e Zelenskit, e kupton? Do të punën ti mbaroj vetë, unë pres të vinë të më mbarojnë tjerë nga jashtë, se të le mes rrugës. Qofse ndodh gjë. Në njëjtën kohë ki parasysh se askush nuk mendonte që dy organizata, Hezbollahu dhe Hamasi, do kishin atë forcë zjarri dhe atë organizim që kanë pasur. Është e frikshme ta mendosh që ato dy organizata nuk janë shtet. Qartë, se kanë fuqinë e shtetit. Raketat, organizimin, forcën e zjarrit. Po nga Irani të gjitha. Qëndrueshmëria. Jo, Hamasi nuk i ka nga Irani. Hezbollahu i ka nga Irani. Edhe nga Siria. Hamasi ka krijuar vetë, ka mbështetjen e botës arabe, ka Egjiptin, ka Katarin, ka këto që gjasmë nuk përfshihen në luftë. Ne dim gjithë që ata janë përfshirë në luftë, se ata nga vajtën raketat në Gaza, e kemi diskutuar dhe para një viti këtë gjë. Domethënë, Gaza është 10 kate në tokë, si u ndërtua, nga erdhën. E para ka kushtuar shumë, e dyta, ki parasysh një gjë që gjithë bota arabe ka qenë, edhe pse nga pikpamja vokabolare dhe diplomacia ka ndryshuar shumë gjë atje, po gjithë bota arabe realisht nuk e ka pranuar ndonjëherë Izraelin si ekzistencë. Po ta pranonin, në 48 nuk do kishte pasur luftë, po do kishte pas atë që ne shohim si zgjidhje me dy shtetet. De facto kjo luftë që ka ndodhur prej një viti, megjithëse pas 3 ditësh është 7 tetori, presh një vjetori i fillimit luftës, ajo që ka ndodhur është fundi i idesë dy shteteve. Pra, teza e dy shteteve ti thua, po sigurisht, është minimizuar fare. Unë mendoj që teza e dy shteteve ka vdekur. Qartë. Dhe Izraeli do kërkoj të krijojë shtetin e vet monoetnik etj.
deri në momentin që do ketë një ullje diku, do ndodhi fundi një lufte diku. Dhe arabët njëtën kohë kanë kuptuar që këtë punë duhet ta mbarojnë vetë. Këtu problemi është se janë futur aktorët e tjerë si Irani, Rusia, Turqia, se çdo Turqia. Kina ndoshta? Kina qëndron mbrapa me të dyja palët po. Kullat fëndroj jashtë mase. Të lutem. Po ndodhi gjë të mëshme deri të martën që ne rikthehemi në zonë e lirë këtu në MCN, do të marrë telefon. Këtu jam unë. Do jesh në Iran, besoj. Besoj që po, nuk... Okej. E përcjellim Ledio Kullën, miq, e përcjellim me duratokitje dhe muzikë. Kulla, falenderoj shumë. Je i papar. Me muzikë dhe duratokitje, Ledio Kullën. Miq, jemi live. Ora në të moment është 21:49 minuta. Dhe vinë në studio Adriatik Lapa, Shqipëria bëhet, Marsit Gubi, filozof, jurist, avokat, dhe Sebastian Zonja, gazetar plus në MCN TV. Lapaj, je maf, një me të studio në Eurosh, falenderit. Hajde Marsit, ullu Sebastian. Ndedi janë rregull Marsiti me Sebastiani dhe me Lapajn, janë përballë kamerave ashtu siç duhet, apo do të lëvizin nga pak majtas djathtas? Fizikisht apo vetëm fizikisht? Jo, fizikisht vetëm. A dhe vjon? Po, okej janë. Janë okej, dakor. Miq, ora është 21:50 minuta, do të jemi me Lapajn, Gupin dhe Zonjën deri në orën 23:00, me kismet jemi gjallë. Ndërkohë le vjon. Lejmërojë pak e në të lutem, pjesë të stafit e emisionit, që më ndihmon shumë mua asistentin, të verifikoj se mos do gjë e të mërshme tani, dhe në orën 11 pasi që jemi transmetim live këtu në MCN dhe në zonë e lirë official në YouTube, mos do gjë në lidhjen e mesme. Gjithçka mund do nga çasti në çast. Ky është muaji, Ky është muaji vendimtar. Pse është muaji vendimtar? Sepse pas një muaji e pak ditësh janë zgjedhjet në SBA. Me që të do bëjmë? Se në që se tha Kulla për shqie dhe SBA janë në luft, shtyjen zgjedhjet. Në një këtam. A rikthehemi në studio me Adriatik Lapa, zëra zotrin. Plaset kasheja në ekran, titulli me i fjalë, Ledion. Titulli parë, Adriatiku zbulon planin. Është si qesh. Ta fillojmë kështu njerëze. Para se ti lëçuna të cilët... Po ko bardhëm do. Sa u bë? Ja ka qenë vera prandaj. Bënja 4 muaj. Ka qenë vera gusht shtator. Jo më fal, kori gusht shtatori, po se s'ke qenë as shtator, se edhe ne filluam vonë shtator, kështu që si ke qenë njerë? Tak zoni Shpinere. Rosh falenderit. Si ke qenë me shëndet iku? Mirë. Mirë? Shumë mirë jam. Më dukesh mua apo je dobësuar pa keq o pa kile? Po tani rrugëve jam unë. Përdall. Po. Here fundit duket të pash në Bruksel. Në Bruksel. Si kalove në Bruksel? Shumë mirë. Kam një vretje për ty. Më thuaj. Ja, ta tregoj të vretje. Kam një kritik kështu miqësore, se ke ditë kam xhan, po le të tregoj videon tani ku ishte në Bruksel që u flisje njerëz dhe unë do të bëj një vretje. Pastaj ti bie dakord apo jo? E bëjmë debat po duash. Po shpejt e shpejt, se zërim atje. Është gjë sirfajsore, po ti e di që estetika në ekran është gjithçka. Je dakord me mua? Po. Ja shikojmë Adriatik Lapa në Bruksel Ledio. Ta kam nisur videon. Shikoj. Po ju përgjërohem. Jo për Adriatikun. E kisha shumë të thjesht. Pedagog, avokat, televizor. Më merrni dhe këta, bëhesha ministër edhe shtypsi radhës. Jo. Jam këtu një betej për ëndrën. Ju përgjërohem, mos më lini vetëm. Ti çaj nga shoni. Sot sa ti thua. Bravo. Vrejtja. Nuk kam gjë me përmbajtje, në? Po. Përmbajtjen se nuk kam çfarë them. Se ato janë fjalë që dalin ty, të dalin natyrshëm. Thashë vetë një do ja them ti kur do ta takoj, por ta them live se ti e di që ne s'ndajmë gjë, s'kemi sekrete. Shumë mirë. E para një për mendimin tim, me që je në sken, mos e ul kurizin, sepse po ta vësh që gjithkohë ishte kështu. Dyti njeri që unë vlerësoj sot që ma bëm vrejtje. Pse ka qenë një para meje. Ka qenë dhe një në mëngjes. E njofun? E nje, po nuk po e përmend për shkak të... Mi mos e përmend. Po. Jo, qëse është shoku im përmend, qëse është shoku im mos e përmend. Nuk ka rëndësi. Mi dakord. Okej, dakord. Pra pas ka një tjetër të mëshu si puna ime. Nuk e di. Në rregull. Ti e the. Një e para një mos e përkul, për mendimin tim, po të isha unë, të më kishe mua për shumë coach, të ishte në anglezët coach.
Trajner, do thoshe tiku? Mentor. Drejt, valla. Drejt. Një kjo që e këthe besoj bje dakord me mua. Dakord, shumë dakord. Dhe e dyta të lutem, mund të më bësh qefin më një gjë? Të thua nga era tjetër kur je në skem po flas, ë? Po. Zakonisht kur je para njerëzve, nuk ka rëndësi sken apo shesh. Po. Kur ke njerëz përballë. Po. E di pse ta them se e kam bërë vetë të gabim, dhe pastaj e korrigjova. Po e bëra 3 ditë. Po. Kur doja një në skem para shumë viteve, kam dhënë një në skem që kam bërë një one man show. E di për atë- qef, bravo. Një one man show. Monoshon që bëje, po. One man show. Okej. Dhe unë si puna jote lëvizja gjithkohon valla. Lëvizja më, si shvizit tani ti atje. Po. Fa. Ky regjizor që kisha unë Çuli, që e kisha marrë unë që miqësisht që më ndihmonte. Po. Çuli ka përvojë, Ervini, ka përvojë shumë. Më laje në fillim. Më la, më filmoi fshehurazi, që marr një kamera, i tha filmoa Xhiçani, po unë s'dija gjë. Se po më thoshte ti direkt, ma dhinte tipin. Do thoshte, "Ç'ke tani ti që shumë mirë jam unë." Më kupton? Një të filmua, tha, "Ma hajde se kom, shike që veten." Kur pashun atje ishte një lemeri. Vetëm vija vërdall, majta s'dja, pas para mbrava, një cmerë. Ta sjell pas siguria. E le ti, e mban mend? Ta sjell pas Atë siguria. ta sjell pas siguria. Dhe ma tha regjizorin, kur se shpikon, tha mua ti je i pasigur, tha dhe është normale, sepse sapo ke filluar. Pas 3 ditësh më tha mua i bëni ti zolovizësh më. Dhe unë pas 3 ditësh plak, nuk lëviza më. Pra unë pas 3 ditësh isha thjesht në këmbë drejt, shifja publikun, lëvizja vetëm kokën, shifja publikun, për të respektuar të gjithin, dhe mund të lëvizja vetëm pak këmbët, i bëja një këmbë para, një këmbë prapa, po jo të ecja. Thjesht, pra se thua hidhja kështu tek, Qartë. bëja vetëm kështu thjesht që të, po jo të lëvizja. Mos mendoj si manikin domethënë. E kishe të kontrolluar Kishe dhe një- natyrale. Kisha të kontrolluar, pra kisha shumë të kontrolluar, domethënë bëja lëvizjen, e ke parasysh lëvizje, Po. gjëja e parë që kuptova në sken. Mos shkon në studio, se studio tani një momentur mund të lodhem, mund të rishtri kështu për shembull. Më thotë Levi Hoxhani, të lutem se s'dukesh mirë ashtu, hop, viun këtu prap. Po atje për shembull ti është shumë e rëndësishme, se ti ke bërë shumë skena. Unë të kisha parë dhe në skenat e tjera, po si kësaj radhe nuk i di ç'a kishe vëlla. Më thuhet vërtetën. Ishin shqiptarët e Brukselit që ndoshta të krijuan një lloj pasigurie. Jo. Po ç'a ndodhi pra? Është energjia ime, është Energjia jote. pasion. Po mund ta korrektojmë domethënë e marr. Ke mundësi ta marrësh ta kështu? Po. Ky është detaj, shiko, ky është detaj që përderisa ka thënë vetëm një para meje, tregon që pra në gjitha njerëz shohin ty që janë pafund, vetëm 2 veta pas ka bërë. Ndoshta e kam vënë më shumë, po. Po sa thon? Po, do ta adresoj. E drejton. Po, e mora Krusja të zvoglon figurën. Si le dio? Krusja ta zvoglon figurën. Krusja po, dukesh më i vogël. Jam dakord. Që të dyja do i aplikojmë në takimin e Do të ja fjalën. E para e dyta e diti që po marr Ramsi nun tani edhe pse Sultane ka bërë stabilizaci të gjitha këto, po ta marr si shembull. Ramsi para se në pushtet dhe këtë e di mirun. Po. Para 2013-s ishte marr koç trajner dhe të huaj. Po jo vetëm një, me asistent me të gjitha dhe çonte këta të gjithë. Damian Gjiknurin, Sami Tahirin, gjithë ta njerëzit që kishte afër atëre me cilët filloi qeverinë ai, i çonte dhe ju bënte ai, i thoshte si të rinin për shembull. Që bënte këtë si të flisnin para turmave, po. Pra si do të rinte trupi, kur do të lëvizej dora etj etj. Të thuash, është gjithë një shkencë vetëm, thuash Arjan, këto janë gjëra koti se Shqipëria ka nevojë për gjëra tjera. Jo, janë të rëndësishme edhe ato, janë pjesë e të gjithës. Prandaj po të pyes, ti vetë nuk ke një njeri për shkakun atje që të thotë, nuk po them regjizor, po një njeri që e njeh skenën vëllai. Këtë ta them seriozisht. Kam. Po pse s'ta thon ti ku? Ma thon, po lidhet me natyrën time energjike ekspresive. Gjithsesi tani që ma the ti dhe publikisht unë do ta adresoj. Pra po mos të thoshja unë ti, do i thoshja ati, a zë dëgjoj e fare tipin. Jo, more, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Është pak më ndryshe, po gjithsesi mund është diçka që ndreqet. E di, 2 gjëra mba mend vetëm. Një mos u krus, 2 dhe 2 mos lëviz shumë. Jo, dhe 2 mos lëviz shumë. Po mund të rish pa lëvizur, thjesht të lëvizësh syt dhe kokën. Po. Ajo është perla e papar. Atje krijon Më solid. Tjetër o burr. Më fal, kjo ishte shumë e tepërt nga ana ime. Jo, që është shumë. Kërkoj ndjes, ta thash me shumë miqësisht, se mos e marrësh si një kështu, si një lloj realisht, ta thash me absolutisht, po nuk po të falenderoj se do duket jo, mos falenderoj, jo. Faras ishte sigurisht, si këshill, zakonisht paguan këto. Po. Tani ti ku do e marrim që se s'ka ardhur në pushtet, kur vim në pushtet. Po patjetër, do e faturojmë. Marsit, mund të më thuash deri tani lëvizja e tikut vëlla? Është një lëvizje që po ecë në goxha, le ta them. Ka një simpati dhe popularitet të paparë, se ndëgjoj njerëz lart e poshtë. S'është lëvizja ime. Mirë më tani. Kështu njihet si lëvizja jote. Ti je një nga. Po derisa të tjerët nuk janë kaq të dukshëm sa ty,
Ti i përfaqëson. Gjithmonë është dikush që ka më shumë gjurmë, si me thënë po. Tani, problemi është ky vëlla. Pyetja ime që pastaj do e lëm Arsidin dhe Sebastianin që të merren me ty, edhe unë për të rrequr pak dhe për të ndërhyrë pastaj me një gjë kështu të vogël. Por pyetja ime është e thjeshtë vëlla. Po. Ka një polarizim të papartë jetës politike në Shqipëri. Po. E vërtet ose fake, kjo nuk ka asnjë rëndësi. E rëndësishme është ç'del në media, ç'del në ekran, pra çfarë na shfaqet syve. Po. Që do të thotë, po kjo është fakti pyetje tjetër. Është një pyetje tjetër, sepse unë duhet të ashtu. Duhet të merrem mirë me planin tënd. Po. Cili është plani jot në këtë moment polarizimit të skajshëm? Pra që këta u përjashtuan 60 ditë, një pjesë 40 ditë, një pjesë tjetër. 23 veta, ai grupi do mbetet aty nuk e di atë vëja apo jo. Ata janë njerëz në nejba janë të pa rëndësishëm fare, do ikën gjithë ta pjesa kryesore. Po. Ore, cili është shtegu jo tani? Sepse këta tani e filluan që dje, vajtën i zunë derën asaj aty nga mbrapa. Pra tani në lajme vlla, se ti e di që po nuk jenë lajme, nuk jenë asgjë kundi, nuk ekziston. Kjo s'është e vërtet. Okej, në rrjetet sociale do thuash ti, po a mjaftojnë, nuk e di. Kaq kemi në dorën. Dakor, po thashë ka për gjitha fashat. Unë do doja ti kisha lajmet e televizioneve të mëdha, po si kam, s'kam ti pushtosh të gjitha shtigjet. Jo, si mund të gjesh ti një gjë tani? Kjo është komplet për qefin ton, për muhabet tani, relaksohu se është e premte, se ti punon gjithë javën, vlla relaksohu sot, lutem. Si ti gjesh një shtego ti ku është puna, pa qenë fake, duke qenë tiku i vërtet. Unë do them të bësh gjëra. Jo, që ti të tërheqësh vëmendje më shumë se gazbardi. Atë po bëjmë. Pra ajo që po bëjmë është po. Dhe këtu tani do lëm miqtë e mi se kanë kritika ca për të bërë ty. Ajo që po bëjmë është eksaktësisht kjo. Po bëjmë diçka e cila nuk lidhet me atë që njerëzit janë mësuar të shohin këtu apo që është mësuar të jepet. Nëse ne marrim dhe skanojmë skenën aktuale politike në vend, më thoni ju çfarë ndryshimi ka qasja e sotshme e pozitës dhe asaj që njihet si opozita zyrtare me para 15 viteve. Qartë. Tym karrige që digjeshin, zyra që thyeshin, njerëz që bërtasin, pastaj kalon pak kohë dhe bëjnë krushqi. E mbani mend ju, u zun për tërmetin Damianin, s'ka tërmeti, nuk ulemi, ulem me tërmetin, edhe bën marrëveshjen për mbajtjen e sistemit të mbyllur. Tani bëjnë sikur zihen prap, se do thoni ju Saliani, nuk është halli i Salianit, se po të që halli i zotit Saliani do që e bërë para kjo. Tani që u dënua ai, bidhen për pjetë sa duan këta, nuk e ndrojnë do të mati histori. E shërbet më shumë ti. Po, tani ajo që ndodh është që u duhet fabula si të përqendrojnë polarizimin e debatit të dy palë, që njerëzit thonë këta janë palët. Ajo që ne po bëjmë është totalisht e kundërta e kësaj. Ne po shkojmë te njerëzit, ishim në Bruksel, takuajmë shqiptarët në Bruksel. Do jemi javës tjetër në Fier, në datë 12 tetor në sheshin e Fierit masivisht. Në datë 27 tetor do jemi në sheshin e Vlorës masivisht. Në datë 3 nëntor do të jemi në Düsseldorf masivisht. Pra ne po shkojmë dhe po takojmë njerëzit me frekuencë të vazhdueshme të qëndrueshme. Nga ana tjetër, ndërmjet këtyre takimeve ne bëjmë strukturim të vazhdueshme të degëve. Këtë të diel jemi në Fier për strukturimin. Pas 2 të dielave jemi në Vlorë për strukturimin. Në një dimension tjetër, po vazhdojmë takimet në Tiranë, lagje dhe këtë javë që vjen, nisim takimet shtëpi më shtëpi, që do të thotë do shkojmë derë më derë për të çuar programin ton, sepse publikojmë programin, për cilin unë do flas edhe pak këto. Pra, kjo që të botua deri tani zotëri, është kontakti me njerëzit. Kjo quhet punë e milingonave. Po. Milingonat janë pa dukshme, po janë punëtorët më të mëdha. Këtë po bëjmë. Unë mesatarisht shkëmbej 1200 dhe në 1400 mesazhe në ditë. Pra ti thua ka një vulkan poshtë që media nuk e kap, që do shpreh ditën e zgjedhjeve. Unë besoj që po, se këtë po e tregojnë dhe Savat, se nuk u marrosën 800 veta në Bruksel që të vinë të shohin mua sa i bukur jam. Vinë për kuriozitet tani. Jo, s'është e thënë, po i këti ose një tjetër për politikë dhe ti nxjerrin, nuk është aq e lehtë. Po të vetëm në Bruksel për shembull. Po ti nxjerr mos e nxjerr me tjetër që po të vej një njerëz që merret me politikë, këtë vetë nxjerr. Nuk i nxjerr dot? Jo, absolutisht jo. Ti nxjerr vetëm me Facebook ta. Njoftojmë vendin, datën, ku do bëhet dhe njerëzit organizohen edhe njoftojnë njëri tjetrin dhe vinë, po, përmes rrjeteve sociale. Pas një lloj kosto nga ana juaj, vin vetë. Vin vetë. Jo, nuk i vin dispozicion asgjë. Jo, s'bet, po jo. Se për shembull, salla mund të jetë këtu, ata mund të jetojnë shumë larg. Jo, s'bet fjalë. Vin makinat e tyre me trena. Ata e dëshmojnë se më dëgjojnë. Vin vetë, ne me kontaktet kryesore që gjenden të gatshëm, 10-15 veta, mbajmë një kontakt të vazhdueshëm të cilët e organizojnë deri diku pjesën e aktiviteteve, deri diku përpiqen që të mbulojnë kostot e saj duke bërë fundraising. Pra, plani jot që po na zbulon sonte është thjesht punë e milingonave. Punë si theti, ke rënë në peshë, është e vërtet, kam rënë në peshë, edhe do bie akoma. Do kesh edhe ushqimin pak se. Po jo, është lodhja, është super lodhja. Vërtet? Po 4 orë nap gjumë, s'ka, është lodhja.
Po ne do jemi ata që ja dolën, jo ata që u Si përpoqën. duron pra me 4 orë gjumë çdo natë? Se do jemi ata që ja dolën dhe jo ata që u përpoqën. Mirë, po keni vëç për doping tha, që ta mbash veten. Jo, ja dal unë sepse ëndra ime është karburant i jashtëzakonshëm. Ti e di se ç'bëjnë këta që dalin fitues në politikë? Kur kanë punë kajtë. Unë nuk di ç'bëjnë ata, Jo, ti e di as ç'a nuk i marr. lexoj fare, unë po ndjek rrugën që besoj që është e drejtë. Marrin simulat më zotri për të mbajtur Jo, lojën, nuk për ka të- nga po. Jam i gatshëm. Jam i gatshëm. Po duhet të heqësh lojën. Jam i gatshëm, ja dëgjoj se unë politikën e kam hedhë gjithmonë si sfidë. Të bësh analizat. Ke qenë dëshimtar që kam thënë jam i gatshëm 315 vite nga jeta publike ti bëjnë ato pikat? Po. Po, tani po të them jam i gatshëm këtu, kur të doni me këta liderët e tjerë që janë vërdall, bëjmë analizë për çdo oj stimulanti apo lënde të huaj për trupin e njeriu, ta bëjmë. Ti thua të bësh testin. Absolutisht kur të doni, absolutisht. Kur të doni, gati me të gjithë. Gati. Po duhet ta bësh ti, do bëjnë dhe të tjerët. E bëj dhe vetëm unë, pa problem fare. Po e kemi merak edhe vetëm, pa i sfiduar në kështu. E bëjnë të në Shqipëri, e bëjnë. Por, e pse se bëjnë, as e kam testi i problem. alkoolit. Po, kështu që... Nëse për të rikthyer. Po ja pra, se këto janë pikat. Jo, jam dakord. Ky është plani jot, punë e miligonave. Plani im është dhe plani jon është punë. Po deri kur është kjo punë e miligonave? Se ka një fazë, kjo duhet të mbarojë moment se. Kjo është deri ditën e votimit. Kur të bjerë birbili numërimit të votave, mbaron kjo punë, që do të thotë kur dalë rezultati përfundimtar i zgjedhjeve. Ne do të jemi në këtë variant pune deri në çastin që certifikohen zgjedhjet. Po ndryshe nga ty që thua mbaron ditën e votimit, Arlind Qori, rivali jot, Po. super i majt. Është ekstrem i majt apo le ta themi. Po. Në Shqipëri s'ka asgjë të keq që ti jesh ekstrem i majt apo ekstrem i djathtë. Unë të patën këndvështrimin pëlqen këto ekstreme. Po, pra, po, dil në temë. Ai e ka atë që të kam thënë ty një herë. Po. Ka thënë diçka brillante që më ka të mendje. Por ne tha s'ka rëndësi fare ditë e zgjedhjeve. Jo, për ne ka shumë rëndësi ditë. Jo, për ne tha ai ka rëndësi tha lufta që ne e bëjmë një ditë para, pra një vit para ose 3 vjet para. Një ditë para, ditë e zgjedhjeve dhe një ditë mbrapa zgjedhjeve gjithmonë. Ndërsa për ne ka shumë rëndësi se çështja Pra, për atë finalizimi nuk është të vejnë parlament. Mirë, unë them për mua dhe Sa për ti si e ke? Jo, ne kemi kështu. Ne nuk jemi nga ata që hyjmë në zgjedhje për të marrë pjesë. Nuk bëjmë pjesë te ai grupimi i njerëzve që marrin pjesë në garë thjesht si pjesëmarrës. Jo, nuk ka rëndësi vetëm pjesëmarrja, ka rëndësi të shkojmë, përfaqësojmë njerëzit, përfaqësojmë idetë tona, të fitojmë, të hyjmë, të çajmë sistemi dhe nesër të revolucionarizojmë Republikën e Shqipërisë duke bërë ndryshime të mëdha në jetën e përditshme të qytetarëve. Dhe unë po të them, rruga jonë intensive për këtë garë elektorale mbaron ditën që certifikohet rezultati i zgjedhjeve. Nga dita që certifikohet rezultati i zgjedhjeve, nis një rrugë e re për ne, që është rruga për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Ditën pasi certifikohen zgjedhjet e vitit 2027, për ne nis rruga për zgjedhjet politike të vitit 2029. Pra ajo që po them është, ne vendosim objektiva, targete dhe kemi ide të qarta. Unë nuk jam duke udhëhequr njerëzit në një aventurë që të marrë kënaqësinë që unë përpiqem dal kundër sistemit, marrë emër, dal në televizor, jo. Njerëzit kanë emocione, njerëzit kanë ëndra, njerëzit kanë aspirata, njerëzit bëjnë plane për jetën e tyre. Ne po i udhëheqim njerëzit dhe njerëzit duhet vënë garanci dhe bazë te ne që do ta çojmë deri në fund dhe do luftojmë për ta ndryshuar jetën e tyre. Me qëra fjala po flisja me Enon. Ti di që Eno është asistentim apo jo që e kanë xhan. E që më ndihmon shumë. Eno është shumë gjëra përveç se asistent jot. Ja po, asistentim për moment. Okej, në rregull. Edhe duke bërë bisedë, Po. bërë një krahasim, unë se kuptoj fara të botë, se jam komplet jashtë loje. Po. Po më tha mua sot, ore tha, sa kushton një bitcoin po të ishte lëvizja e Tiglapajt sot, tha, dhe sa do kushtoj pas zgjedhjeve? Këndvështrim interesant, në kuptimin e vlerës. Sa rrit e vlera, pra? E vlerës. Pra, sa kushton sot një aksion të ty zotëri? Dhe sa do kushtoj pas maj të vitit 2025? E ke një ide të ma thuash? Unë kam iden dhe kam bindjen që një ditë në këtë tavolinë do të vi si njeriu që çau sistemin. Kjo nuk më dha përgjigjen e pyetjes që të bëra. Çarja e sistemit i çon kuota të televizjes Shqipëria bëhet në më të larta që ka pas ndonjë lëvizje tjetër pas 2 partive të mëdha politike të cilat kanë trashëgiminë e dikush. Sa kushton sot një bitcoin të ty vëlla? S'ka çmim, është Jo, e ka thënë mund të vi falas unë. po mund vish, absolutisht. Zërbe, Absolutisht. nuk do të paguaj gjë? Jo, është e hapur, lëvizja është e hapur në të gjitha nivelet. Ti sa po më the Arjan, njerëzit ne nuk tallemi me njerëz, se njerëzit bëjnë projekte, bëjnë plane. Po patjetër. Unë duhet di pra po dha një aksion të ty, sa do marr pas? Atë e nxjerr aspirata dhe rrugtimi, unë nuk ta them dot sot. Nëse ne lëvizjen e shpallim fituese dhe realizojmë çarjen e sistemit dhe ndryshimin politik të vendit, i gjithë angazhimi jot përkthehet në ndryshim për vendin, në ndryshim në shëndetësi, në ndryshim në rrugë, në ndryshim në mënyrën se si ti do taksohesh,
në ndryshim në mënyrën se si fëmija jot apo nipi jot nesër shkon në shkollë, si çfarë cilësie arsimit do të marr, në tërësi në cilësinë e jetës në Republikën e Shqipërisë. Pra këto janë të lidhura, nuk është çështja që fitoj unë në mënyrë a më shtohet kuleta mua, jo, janë të lidhura. Nuk do të shoh si kompanion ty Tiku. Jo. Kjo nuk është Jo, kjo është aspirat për të ndryshuar një kombë, edhe unë po flas shumë seriozisht. Ti je në rolin tënd ke drejt. Pra ne këtu jemi duke folur për Eno e ka kap shumë sakt. Ishte brillant krahasimi, prandaj të pyeta, mund të marrë bashkë ishim. Sepse Bitcoin kur doli, ishte një aspirat që pak njerëz e besuan. Sa ishte? Sa ishte 20 cent? Qesharak. Po sa është? $65,000. $65,000. Po, është sot. Një, e ka bler 20 cent ai dhe e shet $65,000. Prandaj në këtë kuptim mund ta bëre pyetje, ishte shumë serioze. Ajo që dje nisi si lëvizje e pak njerëzve, sot është një lëvizje që mbush sallat, sheshet, sot është një lëvizje që ka çuar në parlament draft projekt ligjin për votën e emigrantëve dhe bashkë me gjithë kontributin e gjithë faktorëve të tjerë, jo vetëm ne, ja ka dalë që sot mundsohet vota e diasporës. Sot është një lëvizje që ka çuar në parlament projekt ligjin për hapjen e sistemit zgjedhor, pra hapjen e listave, pasi parlamenti refuzoi, ka punuar dhe bashkë me lëvizje të tjera dhe grupime të tjera qytetare e ka çuar në gjykatë kushtetuese ku do bëjë një përballje të fuqishme për ta çarë sistemin dhe në gjykatë kushtetuese. Tani këtu jemi duke fol për një lëvizje e cila prodhon ide, akte përmes akteve të shkruara dhe shpresë politike që vendi mund ndryshojë nesër. Tani po ja lë fjalën Marsit dhe pastaj Marsit. Të lutem, doja një shikim kritik për Tiklapajn. Se fjalët e mira ja themi. Problemi është çfarë nuk funksionon te Tiku sipas teje. Mos sugjestiono, Leri, ata janë djem të zgjuar, dinë çfarë thonë, çfarë bëjnë. Jo, po më duhet, unë mendoj që të dhënë çik gjyrë debat. Dhe oponenca e përmirëson. Gjithmonë edhe aktivitetin tonë politik. Thjesht mos i sugjestionoj. Sugjestionoj ata se ata më njohin, unë njoh prej poshtë. E gjithë projekti yt politik Adriatik dhe gjithë fushata jote që ke filluar, mua më kujton një shprehje, një filozofi grek Antistenit, i viteve 420 para lindjes Krishtit, i cili thoshte, disa njerëzve ju duhet funksioni, që të kenë njerëzit, disa të tjerë kapin njerëzit që shkojnë tek funksioni. Dhe gjithë fushata jote është e përqendruar te pika që duhen njerëzit dhe pastaj do krijoj funksione dhe më pas do bëj projektin tim politik. E vërtetë është. Kur pash atë video, gjatë diskurit, pash që kur i drejtoheshe njerëzve, mos më lini vetëm, ti të kureshe. Pra, të riqeshe, se më thënë krusej, dhe kur i thoshte që do jemi bashkë, do bëjmë këtë, ti zjateshe, pra në themi një dhe forme bëmesh, ose rritej edhe postura fizike. Ideja është kjo që të bëhet Shqipëria, pra lëvizja jote, partia jote, që të bëhet Shqipëria do të ketë ekipin. Dhe në ekipin që ti e ke filluar këtë iniciativë politike, këtë projekt racional, kanë qenë disa bashkëllëtarë, mund të themi, bashkë me ty. Zoti Florian Binaj, zonja Elira Çepani, zoti Dritan Hoti, etj. Sot këta unë nuk i shikoj për krateje. Dhe në publik krijohet ideja që në qoftë se njerëzit që janë afër Adriatikut, pra, në një moment ikin, qoftë kjo për arsye personale, për arsye objektive ose për arsye të tjera, atë kjo mund të përcjellë një lloj zhgënjimi pra që a do realizohet Shqipëria, pra nëse bie vet mekanizmi, sa e mundur është që Shqipëria të bëhet. Dhe unë mendoj që i detyrohesh dhe publikut një lloj shpjegimi që pse disa personazhe nuk janë në krahun tënd. Dhe ideja është mos të kanë lënë vetëm. Mos të kanë lënë vetëm? Jo, në këtë rrugë mund të përgjigjem? Po. Në këtë rrugë është e rëndësishme parimi mbi të cilin bashkohen. Kjo është rrugë parimesh, jo rrugë emrash. E si e tillë, par nga këndvështrimi që ju thoni, mund të jetë ashtu. Par nga një këndvështrim tjetër, mund të jetë që ky Adriatiku nuk u rrezoka, nuk u ndalka edhe kur ikën njëri dhe tjetri. Në rregull? Pra varet nga e shikon. Çfarë nuk të vret të bën më të fortë? Ashtu, tani varet nga e shikon. Unë di të them ty me përgjegjësi të plot që një prej kolegëve, për shkak të angazhimeve të veta dhe për shkak dhe të llojit të profesionit që ka, nuk ka arritur dot që, siç e ka pohuar dhe vetë, që të mbajë ritmin e gjës për shkak të mbingarkesës. Dhe kjo është krejt normale. Pjesa tjetër nuk kam asnjë konfirmim të vërtetoj atë që ju thoni, por unë po të them që nëse dikush nuk e vazhdon dot për shkaqe objektive, pra, ka mbingarkesë, është sëmur, ka probleme në familje, ka probleme në biznes, ka probleme në profesion, e të gjitha, duhet shohim që janë 10 të tjerë që vazhdojnë dhe hyjnë dhe shtohen. Po me kujt interesi publik ka prevalon më shumë se sa thjesht disa iniciativa private, sepse nëse bëhet Shqipëria, atë kjo do ketë dobi dhe për bashkëpunëtarët e tu. Pa diskutim, po nga ana tjetër, ju duhet gëzoheni që unë si Adriatik bëj pjesë të ajo kategori njerëzish që kanë
dhe janë pjesë e një subjekti politik që nuk i mban njerëzit me presion dhe me gjoba, nuk i mban njerëzit me dosje, nuk i mban njerëzit me kërcënime, por i trajton njerëzit si vlera, i trajton njerëzit si personalitete, i trajton njerëzit si qenie njerëzore që mund të kenë haue, mund të kenë probleme, i trajton njerëzit si bashkëpunëtor që mund të ikin 2 muaj dhe vinë muajin e 3 e vazhdojnë prapë. Në këtë kuptim, siç ta thash, mund të shihet ashtu, po mund të shihet dhe siç them unë, që Adriatiku nuk u rrezoka, nuk u ndalka, edhe nëse bie dikush, edhe nëse ikën dikush, edhe nëse vinë 10 të tjerë. Se një bie me që në ngrihen, apo jo? Çështja është rrugëtimi i det parimet. Nëse ju dini në historinë botërore një rast, një të vetëm, ku një parti politike, një lëvizje politike është krijuar dhe rrugës të gjithë ata që e kanë krijuar, e kanë çuar deri në fund, apo kanë vazhduar me dekada e me dekada, të lutem ma thoni dhe unë do ta marr si manual politik. Jo, rrugës ka dëshmor pafund. Por nuk ka rrugëtim pa të dorëzuar, nuk ka rrugëtim pa dëshmor, nuk ka rrugëtim pa prurje të reja dhe nuk ka rrugëtim pa fitimtar në fund nëse qëndron. Kjo është çështje e një rrugëtimi, rrugëtimi ka të gjitha. Jo, është një manual politik. Një sekond, mbaj këtë. Sebastiani, pastaj praptisi, ju dy do ju lë tani. Sebastian. Unë duhet ndalem pak më praktikisht, faktikisht, jo të këto çështjet e mëdha. Sistemi aktualisht, sipas meje, e artikuloj shpesh këtë lloj gjëje, jemi në monizëm. Po. Pushteti politik i kryeministrit Edi Rama dhe pushteti ekonomik janë në duar të njëjtit person me disa përhapje që ai. Tentakulat vetë. Tentakula. Kjo është e vështirë për t'u kaluar disi. Nuk është gjë e thjeshtë. Absolutisht. Besoj se bijem dakord. Shumë dakord. Kemi një opozitë qendrore që është zoti Berisha, dhe kemi dhe ju që më toni të jeni një opozitë. Po. Në të gjithë Shqipërinë janë 5200 kuti votimi. Po. Ju thoni që po rini në terren gjithkohës. Sikur nga 2 vota për çdo kuti votimi, bëni 10.400, jeni një subjekt i mirë me 10.400, çështja është që nuk nxirrni asnjë deputet. Tani pyetja ime është e drejtë për drejtë. Po. Ku pretendoni se do të nxirrni deputet? Po. Ju ku do të kandidoni dhe sa pretendoni se do të merrni? Unë do të kandidoj në qarkun e Tiranës, sepse do të udhëheq subjektin në kalan kryesore dhe në fushbetejën kryesore të vet. Ne pretendojmë që do të marrim mandat në të gjitha qarqet. Dhe të lutem, më lejoni të shpjegoj. E dini ju që mandati më i lehtë i lëvizjes Shqipëria bëhet ka për të qenë në qarkun e Kukësit, nëse jemi duke folë për matematikë politike? Sot duket si mandati më i vështirë, se ka 3 mandate, apo jo? Tani unë po të them që mandati në qarkun e Kukësit me një luftë të fortë del dhe me 3.000 pak vota. Pse del me 3.000 ca vota? E zëm se po ta respektoj logjikën që e martë mirëqen më porri modest me këmbë në tokë që këta janë të mëdhenj të deri tanishëm dhe për inerci do vazhdojnë edhe tani të kena të fuqi që kanë. Edhe pse unë besoj që me gjithë zullumet që kanë ndodhur në këtë vend dhe me gjithë ndërgjegjësimin popullor do të ketë një lloj plebishiti që do jetë surprizues. Po gjithsesi i rrim logjikës tuaj. Shkojmë në Kukës. Ka 3 mandate? Mandatin e parë e merr Partia në Pushtet. Mandatin e dytë e merr opozita që ju e konsideroni opozitë e parë e vendit. Të dyja me mandat të sigurt. Në rregull, luftohet për mandatin e tretë. Tani për mandatin e tretë, bjem dakord besoj që të dyja do luftojnë fort. Do marr njëra 3.000 ca, tjetra 3.000 ca, do hym dhe ne. Tani më thuat do ti mua që ne nuk i marrim dot 3.000 ca vota në qarkun e Kukësit. Nuk besoj. Po unë besoj që i marrim edhe 5.000, edhe 7.000. Tani, të lutem, më lër. Të lutem, unë të shpjegova. Partia Socialiste 2.800 vota. Partia Demokratike 3.100 vota. Shqipëria bëhet 3.200 vota. Kush e merr mandatin në qarkun e Kukësit? Partia Socialiste. Jo, e me lëvizja Shqipëria bëhet, se ka një vot më shumë se të 2 subjektet e tjera. Për mandatin e tretë flas. Nëse Partia Socialiste ka sistem patronazhimi. Tani unë sapo të shpjegova që formalisht betejë është plotësisht e mundur në të gjitha qarqet. Formalisht. Tani vim tani te pritshmëritë tona. Më fal, do thoshe diçka se ndërprem. Jo. Vim tani te pritshmëritë tona. Këtu tani unë duhet të flas politikisht. Pra të fola në një shembull taktik elektoral dhe të binda matematikisht që nëse ne në Kukës marrim 3.200 vota, ne kemi nxjerr mandat. Matematikisht. Tani unë po të them politikisht. Pse ne pretendojmë që të marrim një numër të jashtëzakonshëm votash në Republikën e Shqipërisë në këto zgjedhje? E para sepse për herë të parë futet vota e diasporës. Kur vitin e kaluar ne nisëm turin e diasporës dhe e vum para si agjend dhe e imponuam deri diku, e nxorëm kryeministrin nga kalaja e detyruam të dilte atje tutje, se s'doli nga qefi, doli nga sondazhet e zotëria, të gjithë më thoshin, po pse më rrugët e Shqipërisë nga New Yorku do i rregullosh ti?
po pse mo spitalet e Shqipërisë nga Londra do i rreguoshti, po pse mo ujësiosat e Shqipërisë nga Milano do i rreguoshti. Ne kishim vizionin e qartë që duhej që për të çarë këtë sistem të silnim një depozit gjigande votash që mund vi vetëm ande e pa ndikuar. Tashmë ke 1.8 milion votues në diasporë të cilët kanë drejt vote. Le të marrim sikur nga këta do të votojnë vetëm 360.000, 20%, 1 në 5. Këto 360.000 vota, besoj e ndaj mendimin që janë depozit e konsiderueshme për të ndikuar rezultatin në Shqipëri. Vim brenda vendit. Tani u po të them, çfarë bilances ka partia në pushtet që u dashka të marrë plebishit kjo partia e menit mirë qenë që do fitoj, si do fitokan këta? Këta janë partia që 400 milion euro janë kapur me presh në duar për inceneratorët që mungojnë. Këta janë partia që 300 milion euro për check-upin janë kapur që shkojnë e bëjnë analiza, keca edhe dhia ndaj lartë se njerëzit nuk kanë më kujtja bëjnë. Këta janë partia që janë kapur Rilindja, ndaj nga Partia Socialiste, Rilindja. Janë partia që janë kapur me 100 milion euro koncesionin e check-upit kur ish ministrin e kanë të arrestuar për këtë çështje. Këta janë partia që u kanë ikur zyrtarisht 500 e ca mijë shtetas, cilët kanë marrë azil në vendet e Bashkimit Evropian në 10 vitet e fundit. Këta janë partia që kanë subvencionimin për bujqësinë më të ulët në Ballkan, 3 herë më të ulët se Republika e Kosovës. Këta janë partia që çmimin e naftës, edhe pse jemi vend prodhues nafte dhe edhe pse vendet fqinje si Kosova, Maqedonia e marrin nga portet tona, nga rrugët tona, nga magazinat tona doganore, e kanë çmimin e naftës 600 dhe në 700 lekë të vjetra më lirë se sa ne. Shkon Kosovë e ke naftën me 108 dhe 110 lekë për litër. Shkon Maqedoni e ke me 110 lekë për litër. Shko këtu e ke me 179, me 180, 182, ka raste dhe me 200 lekë në karburantet të caktuara. Të lutem, ne jemi vendi ku partia në pushtet ka një kryeministër i cili tha, furnizimi me ujë, tha, dhe vaditja e tokave bujqësore në Republikën e Shqipërisë janë detyrim vetëm i imi, tha. Nëse nuk ndodhin, përgjegjësia është e imja. Vaditen tokat sot në Republikën e Shqipërisë? Jo. Furnizohet sot Republika e Shqipërisë me ujë të pishëm? Jo. Ne kemi një kryeministër që tha, nëse procesi legalizimeve nuk përfundon brenda këtij mandati të kaluar, jo këtij që jemi tani, unë mbaj përgjegjësi dhe i vetmi përgjegjës jam unë. Ka përfunduar procesi legalizimeve në Republikën e Shqipërisë? Të lutem, tani, të gjitha këto bilance... Pa i prandaj fiton motiv. Dale, unë e mendoj ndryshe. Të gjitha këto bilance... Se i duhet kohë të realizoj këto. Të lutem. Jo, gjitho para i partiku që ta tiku pretendon që atë vjedhur. Po janë, mos... Zgjidhe fiton me para motiku, pse si fiton? Tani ta mbaroj. Qamë, të them vetëm diçka se jemi ta bëjmë shumë... Okej, dakord, ndjes në qoftë se... Nuk ka problem, nuk ka kuptim. Absolutisht po. Jo, po das nuk kam buruar Sebastiani. Kishe një gjë të shtuar apo jo? Desha që ta shtoja faktikisht. Po, mund ta shtoja apo të lë Marsiti, ti bëj pyetje e pastaj ti. Ti bëj një Marsiti. Kjo bisedë që kishim, se hapen 2 xhepa në këtë mes. Po. Mi po sa më shkurt të kaloj Marsitit fjalën. Sa më shkurt Sebastian. Po flasim për një subjekt politik që shton administratën publike, flasim për një sistem politik dhe për një parti në pushtet e cila shton me 10 deri në 20.000 vota pas çdo palëzgjedhjeje. Po flasim për një subjekt politik e cila e ka sistemin e kontrollit votës ndër më të mirët në Ballkan, të gjitha të vërteta. Etj. Po flasim për një subjekt politik i cili është i lidhur pasgjithshmërisht me flukset të ndatë parave që qarkullojnë në vend. Dhe po flasim për një pushtet politik i cili e kontrollon në mënyrë decizive votën e, si thua, Partia Demokratike, që është subjekti madh opozitar, tashmë nuk ka më se çfarë t'i bëj. Krahun tjetër, kjo është gjëja e parë për të thënë se çfarë subjekti politik keni përpara, dhe e dyta, Eurostati kishte një statistikë së fundmi. Veriu i Shqipërisë thoshte është rajoni më i varfër në Evropë. E vërtet. A mendon se Rama e diskriminon veriun e Shqipërisë? Po të përgjigjem për të parën. Të gjitha ato që the janë të vërteta. Por të gjitha ato që the kanë qenë të vërteta në çdo autokraci që është rrëzuar. Thoni ju mua që ato që the ti në 2013 nuk ishin të vërteta. Ti mencionon pak më ndryshe, por ishin kështu siç thua. Kishte edhe krim në 2013. Në 2013 ambasada amerikane ishte kundër dhe Brukseli ishte kundër Berishës. Sot që flasim, ambasada amerikane dhe Brukseli janë le pepeqet e Edi Ramës. Madje e fladisin nga mënyra se si ai vepron. A mund të mbaroj? Se të përgjigjem dhe prata. Nëse ne i vajmë shpresat e ata, është gabimi jonë, jo faja atyre. Po, unë po të vi të përgjigja. Në historia botërore na ka mësuar që në çdo rast autokracit janë në syt e momentit të parrëzueshme. Por deri në momentin që del dikush përballë, qëndron dhe fiton besimin e popullsisë në një rrugëtim të vështirë
por fitimtar në fund. Tani unë po t'jap një kundërrast. Shqipëria sot është më keq se El Salvadori 2018-ës? Nuk e njoh El Salvadori 2018-ës ishte vendi me kriminalitetin më të lartë në të dy Amerikat. Furnizonte me krim Amerikën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan, gjithë Amerikën e vet. Ishte më keq se Haiti. Ai nivel. Po tire. Ti e ke tani. Po, doli një djalë, Bukele, dhe fitoi me plebishit. Fitoi me plebishit me kauzën e reformimit total dhe luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Dhe pasi fitoi me plebishit, e ka çuar sot në 8 vite, se zgjedhja e dyta në 6 vite, se zgjedhja e dyta e fitoi me 85% ai, super plebishit. E ka çuar El Salvadorin sot në vendin që në të dy Amerikat ka rritjen më të madhe ekonomike dhe sigurinë më të madhe të jetës. Vjet në korrik, festoi 407 ditë pas një vrasje dhe arrestoi në 24 muaj. I vret të gjitha në rrugë. Jo, nuk i vret ai. Pa gjyq. Nuk i vret, jo, nuk ka vrarë asnjëri. Ka arrestuar 45.000 antar bandash në 24, nuk ka vrarë njëri, ka arrestuar. I ka arrestuar, po ndërmë një sekondë tani. Nuk i vret gjyqi fare atyre. Ai është Duterte në. Ai ngatroi unë. Është tjetër. Bukelele tha një gjë shumë bukur, pa që po të ndërpres se duat ndalen. Ai është në Indonezi, është raportet. Nuk është në Indonezi, jo. Dëgjoj një gjë shumë bukur. Raportet që na vinin nga Brukseli dhe nga Amerika, çani dëgjoj një gjë shumë interesante. Raportet ka një intervistë shumë interesante me Tucker Carlsonin. Dhe i thot, raportet që na vinin nga SBA dhe nga Brukseli, thoshin që ju keni rreth 30.000 vrasës me pagesë, që i keni brenda në vendin tuaj. Po, e vërtet që kjo. Kur ne filluam t'i arrestonim, na thanë, dëgjoj se jeni duke shkelur drejtat e njeriut. Po, pse nuk u kujdesët që kur vriteshin motrat e këtij vendi, nënat e këtij vendi, fëmijët e këtij vendi, kujdeseshin për to. A e ka thënë kështu? Pikërisht. Tani për të ndalur pak te kjo, mendon se Rama e diskriminon veriun e Shqipërisë? Po vi aty. Tani në lidhje me veriun e Shqipërisë, unë mendoj që Sebastian, të ndërkojë të Marsidi. Unë mendoj që sa më shkruaj politikën në lidhje me veriun e Shqipërisë, personalisht kam një lidhje shumë të fortë. Kjo është dhe arsyeja pse nisëm dhe nga veriu aktivizmin ton, edhe lëvizje nga Rsheni. Ajo që ditë them unë është që është fakt që 2 rrugë kryesore të vendit me pagesë janë në veri të vendit. Dhe ky është gabimi i madh për mendimin tim. Sepse zonat më të varfra të vendit ne i kemi vendosur në disa tampon të cilat nuk lejojnë fluksin dhe ndërveprimin. Nga ana tjetër, unë ti të them me përgjegjësi të plot që nëse një ditë Adriatic Klapaj është njeriu që e ka në dorë nga Shkodra dhe deri në Saran do të ndërtohet një autostradë e niveleve botërore. Mbaje shënim këtë, sepse ne duhet patjetër gjithë aksin ton perëndimor nga veriu në jug ta bëjmë të niveleve më të mira që ka bota. Një autostradë e re po thua. Totalisht e re, nga Shkodra në Saran do të ndërtohet, nëse një ditë unë e kam në dorë qeverisinë e këtij vendi, një autostradë e standardeve më të larta botërore dhe nga Qafthana në Durrës do të ndërtohet aksi i dytë, një super autostradë e standardeve më të mëdha botërore. Aksi Shkodër-Saran do të vlej për aksin turistik që lidh Malin e Zi, Slovenin, Bosnjën, Kroacinë, e mëtej drejt Greqisë për të kaluar gjithë fluksi turistike për ta kthyer Shqipërinë në një korridor të madh turistik. Ndërkohë aksi nga Qafthana në Durrës do të shërbejë si aksi ku do të kalojë gjithë trafiku i automjeteve të transportit tregtar që janë trailerat e mëna. Si u duke premtimi i Tikut para? Kush angazhim publik? Do të bëjmë prapë një pauzë. Premtimi është i Joshës, po mungon infrastruktura se do realizohet. Atëre, një sekundë, rikthehemi pas pak, mos u largoni. Kemi dhe gjysmore për qefin tonë me Adriatic Klapaj në Shqipëria bëhet, Marsit Gupin, filozof edhe avokat i njohur pedagog tek Marin Barleti, miq. Ndërkohë kam dhe Sebastian Zonjën, gazetar plus të në MCN TV. Rikthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi më amiq, jemi rikthyer, jemi live këtu në MCN TV dhe Zonë e Lirë Official në YouTube. 8:79 është episodi i sotëm, ora në tonë është 22:20 minuta. Jemi në top 3, pjesën e 3 të emisionit. Në studio Adriatic Klapaj, Marsit Gupi, Sebastian Zonja. Zonë e Lirë Official është këtu adresa. Dhe plasët në vjo, pyetja tjetër në ekran për Adriatikun. Alors on danse.
Pyetja rastësisht përkon pikërisht dhe tema që tashmë nxorëm në ekran me pyetjen që do doja ta bëja pak më përpara. Do të them vetëm një koment për premtimin sepse më pyete po për shkak se Ishte angazhim publik. Dakor. Si do ta bësh problemin me shpronësimin e tokave për ndërtuar autostradën, sepse shqiptarët ja ta përfundoj, ka një problem që kur vjen puna te pronësia dhe të tokat vritet me njëri tjetrin. Dhe ti e di që këtu me pjesën e certifikatave të pronësisë, me shpronësimet dhe gjithashtu dhe me pagesën në bazë të vlerës reale që duhet ketë toka, jo në bazë të vlerës që cakton qeveria, gjithmonë janë bërë padrejtësitë më të mëdha. Ne të dy, jo, është e rëndësishme kjo është. E bëjmë atë në dialog, okay. Ne të dy jemi avokat, jemi dhe lektorë të së drejtës. Në ka një fush, ku mas Karaoku është monumenti më i madh i mënyrës si qeveriset një republik, është fusha e shpronësimeve në Shqipëri. Është një fush që vazhdon vepron me VKM-n e para 2000-s. E ke projektin pra. Ja, po ta shpjegoj. Ne do të reformojmë kuadrin ligjor për shpronësimet. Që do të thotë në Republikën e Shqipërisë, qytetarët e kësaj republike, për pronat e tyre, do të marrin hakun sa që takon në lidhje me çdo metër që u merret për investime publike. Që do të thotë? Çfarë do të thotë haku? Do të thotë që ai qytetar i cili ka një pronë dhe kontratën e shitblerjes e ka bërë në vlerë reale duke mos e manipuluar shtetin dhe sistemi fiskal që të paguajmë pak. Pra nëse vlen 500.000 euro prona, e ka vënë kontratë 500.000 euro dhe ka paguar tatimin. Pra do shpërblesa që ka do t'i shpërblet me vlerën që ai ka deklaruar e mbi të cilën shteti ka marrë tatimin. Nëse një qytetar e ka gënjur shtetin dhe ka vendosur në kontratë një vlerë më të pakët se vlera reale, do të shpronësohet në çdo rast mbi vlerën e referencës së zonës të azhornuar, jo vlerat e do azhornohen. I qartë. Që do të thotë, qytetarët do t'i mësojmë të mos e gënjejnë shtetin, pra të deklarojnë tatimet dhe vlerat e pronave reale sa që janë, dhe shteti do të përgjigjet në vlerë reale për çdo metër. Nuk mund të ndërtohet asnjë vepër publike duke i hyrë në hak 1 centim qytetarëve të këtij vendi. Jam i qartë se teknikaliteti juridik. Tani, në lidhje edhe me temën që sapo doli në ekran, kriza re për DPS ka vend për tikun. Nga jo që pak më përpara, Adriatiku artikulohi... Më falë, ju si pedagog, për këtë skem që unë thash... Ja, është shumë e saktë. Ju duket e drejtë? E drejtë, nuk duket. është në standardet më të mira botërore? Faleminderit. Ja që u dashkan profesionist në qeverisje. Faleminderit. Tani, ajo që unë pash pak përpara nga artikulimi i Adriatikut, Adriatiku ndryshe nga zoti Qori, që ti asolle si antagonist. E solla se më kujtua që ai nuk është mobiliteti permanent, pra para fushate, mas fushate, gjatë fushatës, pa goditjet e përqendruara, pra me një synim të caktuar politik. Pa objektiv. Shumë e saktë, dakor, ta përfundoj. Ideja ashtu që oferta jote politike vlen që ti të bësh mazhorancë politike, pra të qeverisës vendit në zgjedhjet 2025-s, apo oferta jote politike me ekipin, me programin dhe me të gjithë infrastrukturën që ka sot lëvizja Shqipëria bëhet, synon që të zvendçoj opozitën dhe të dalë një opozitë e re, pasi opozita që ekziston nuk është legjitime. Dhe këtu, në varësi të temës se çani kanë nxjerr, mua më lind pyetja, mos mbase vendi tikut është postimi PD-s dhe lufta jote që në radhë parë të bëhesh një opozitë aktuale dhe pastaj të synos pushtetin, apo është qëllimi dhe tendenca jote që të japësh një ofertë politike, një ekip dhe një program që ta them modestisht dhe ma merr pa tendenca negative, nuk është i plot, pra në kuptimin nuk ka një ekip... Absolut s'është i plot, po e plotsojmë. Dakor. Unë pres dhe ju të dyve. Po, falenderoj për ftesën, cila është pra tendenca jote dhe qëllimi jote, është të zvendçosh opozitën, pra lufta jote sot është ti të bësh opozitë, apo do të kapësh mazhorancën politike. Të falenderoj shumë për pyetje. Në lidhje me plotësimin e ekipit, seriozisht çdo djalë, vajzë, burr, grua që nuk i ka hyrë në hak shqiptarëve, e pres në ekip dhe marrëveshja që ka me të gjithë është vota, që do të thotë kush merr më shumë vota udhëheq. Nuk kam probleme. Ky ishte përgjigje për aksionet. Të lutem. Për aksionet që i thej sa mundi. Po. Ai sa vota mirë, aq kush merr votat udhëheq, po morem shumë se unë si emër nominal. Udhëheq. Kjo është Bitcoini. Tani, nëse më gjeni një parti në botë dhe një lëvizje që ja ka dalë plotësohet 100%, ka lëvizje nga 100 vjet edhe parti nga 100 vjet që nuk kanë arrit plotsojnë 100% as pas 100 vjetësh, edhe pse kanë qeverisë nga 40 vjet. Ai është progres, proces. Po. Në lidhje me pyetjen tuaj, çfarë synojmë? Ne, shiko, duke pasur ti parasysh kënetën e pazareve të tranzicionit shqiptar, me të drejtë e bën atë pyetje, se thua çfarë ka përshnuj 20% që administrate, 3-4 ministri, ndonjë kryetar parlamenti,
Po thosh dhe opozitën. Po thosh dhe opozitën. Mendja normale e pragmatizmit shqiptar. Pra, të marçat mund të mundem, me ideja, apo të marrë të gjithën? Aspirata jon është që do të gjithë, ja ta them. gjithë fushën apo do një pjesë? Aspirata jon është demokratizimi i Shqipërisë. Kur ne nisëm nxorëm 4 pika, që ne besojmë se janë themelet e një shteti demokratik. Vazhdon ato pikat të jenë. Po, nuk i ndajemi atyre. Ato mund mos jenë vetëm ato, po për ne janë ato. Prioritete janë. Po, një, vota e emigrantëve, të cilën ja dolëm. Iku një, kanë ngele dhe 3. Kush janë 3 tjerat? Po, 3 tjerat janë një ligji për referendumet, mbi të cilin do të krijojmë një instrument juridik ku fjalën e fundit në Republikën e Shqipërisë gjithmonë ta kenë qytetarët. Mund të qëndrosh në dy feri tiku. Të lutem, ti di një nga autoritetet më të mëdhenj të drejtës kushtetuese, konstitucionalistë e madh është dhe Hans Kelsen. Kelsen thoshte këtë gjë në lidhje me kushtetutët dhe me garën. Në vetëm moment në cilin ekziston realisht sovraniteti i popullit dhe raporti konstitucional është vetëm momenti i zgjedhjeve. Nga momenti që zgjidhen deputetët, pra zgjidhen përfaqësuesit, pjesa tjetër kalon metapolitik, pra për te asaj që ne shohim. Po thoshe një gjë tjetër ai. Dakor, tani dhe e vetma gjë pasaj që i mban është balancimi. Ti, cila është kura jote ose si thua më saktë, zgjidhja jote që mos jetë vendimarrës populli vetëm në momentin e zgjedhjeve, po të jetë dhe pas këtyre zgjedhjeve. Referendumet, sepse Kelzeni, siç ju e dini, ndërtoi ta ashtu quajturën piramida e Kelzenit për hierarkinë e akteve, që do të thotë akti më i lartë ka fuqi mbi aktin më të ulët dhe shteti ndërtohet në këtë lloj hierarkie. Por nëse ti bësh mazhorancë si do realizosh. Më dëgjoj, nëse ti e lë vetëm këtu, pra nëse ti e lë vetëm te delegimi, te të zgjedhurit. Pra pushtetin, sovranitetin sipas kushtetutës tonë ka populli. Ndërkohë, sipas kushtetutës populli e delegon përmes të zgjedhurve në parlament, deputetëve. Tu ndodh shkëputja konstitucionale. Tani në 98-ën, tu ndodh shkëputja. Tani këtu është problemi se mirë bre që përmend Kelzin. Në 98-ën, çfarë bën këta ustavarët? Ja morën me referendum popullit kushtetutën, që u miratua, në rregull, dhe i hoqën mundësinë popullit që të kishte demokracinë drejt për drejt kur i duhej. Pra sot qytetari shqiptar ja ka deleguar gjithë pushtetin deputetëve. Ajo që unë them është, ne na duhet një bypass, na duhet një dalje, emergjence, pra na duhet në dorën e popullit një instrument juridik që përbën fishekun e fundit, që do të thotë, kur gjithë hierarkia e piramidës së Kelzenit nuk funksionon, sepse kapet nga i majorancë si kjo tani, që merr ata ruspi deputetët e kërpëratave, edhe ndryshon kushtetutën. Me një sherrët edhe më Po, çfarë ndodh? Populli duhet kalojnë demokraci drejt për drejt. Cila është piramida jote e re? Po, piramida e re balancohet nga ligji për referendumet, i cili në momente kritike shoqërisë i jep në dorë një armë e cila thot: votojeni sa të doni ju atë ndryshimin e ligjit. Aty dalun si popull, bëj shumicën në atje, votoj dhe rrëzoj drejt për drejt, pa pyet për deputet. Sa është risku që kjo piramidë e re të dalë film piramidale? Jo, nuk del ajo, sepse shtetet që e kanë, të gjitha modelet që kanë, sa çka dal Zvicra del kjo. Zvicra qeveriset me një model balancues me referendume. Sa që ka dalë piramid Zvicra, aq do dalim dhe ne. Po është Zvicra piramid, atë model po i ofroj shqiptarëve. Po, tani, më thot një miku im, ore, po e ka dhe filan shtet, tha. Po ata tha, nuk e kanë përdorur, tha. Kot sa e kanë, i tha shumë, po ata nuk e kanë përdorur, se kjo është e bukura e ligjit për referendume. Nuk është aty për të përdorur, është si arma bërthamore, më zotri. Nuk mbahet arma bërthamore për ta përdorur, më zotri. Është aty për të mos e përdorur. Ligji për referendumet nuk është aty që ta përdorësh orë minutë. Është aty që vendimarrësi, kur merr vendimin, të thotë, fishekun e fundit e kanë ata, po dola kundër popullit masivisht, më godasin dhe më rrëzojnë. Ka që thjeshtë. Vetëm diçka merr këtë si këshill. Në Austri, kushtetuta austriake, sa ti ke qef këto, ka përcaktuar që nëse qeveria ose mazhoranca politike që udhëheq atje nuk zbaton një vendim gjykatës kushtetuese, përmbarimi është ushtria. Pra ndryn ushtria. Dhe ti di që këtu ka ndodhur shumë raste. Është kërkuar prokurori i përgjithshëm për shembull, e ka kthyer gjykata kushtetuese në detyrë, dhe është precedenti Thodoris Ollakut, Arben Rakipit, Inaram dhe tjerë dhe nuk kanë kthyer. Kemi lënë gap në kushtetutë në jote dhe ti do fuzësh ushtrin. Dhe megjithatë te kushtetuta do të kujtojmë që Ben Imami sapo ka nxjerrë një libër të ri. Me titullin Kushtetuta, reforma, refleksione, projekte dhe ide, dhe ide, dhe do të promovojmë në studio patjetër. Fora me Benin më thanë ka java tjetër pse jo. Me këtaqësitë më të mëdha. Oke java tjetër, më thënë këto 2 javë që vinë, po. Ti prapje pedagogis drejtës. Po. Ta sugjeroj dhe librin e Benimamit se do të ndihmoj. Thua njerëzve që në ligjin ton të posaçëm për gjykatën kushtetuese, në nenin që përcakton zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, të lutem, ka një pikë në nena aty që thot kjo pika. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme dhe për parlamentin.
Po, dhe ka lënë detyrë që parlamenti të plotësoj kodin, të plotësoj rregullorin e parlamentit. Se parlamenti se ekzekuton këtë vendim, kush do rënë? Dalin çikani. Dhe për shkeljen e vendimeve të gjykatës kushtetuese, është vepër penale. Vepër penale thot ligji. Dakord jam. Futun kodin penalti, kërko dispozitën që është vepër penale mos zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese, nuk e ke. Kush do e zbatoj? Atëherë ekzekuton. Këtu hyn nevoja që ne të bëjmë një ligj referendar që të detyrojë gjithë sistemin të qëndrojë në shina. Dhe ligji për referendumet do të jetë shpëtimi. Që ky që ka shtekut atëherën. Ti ku kështu patjetër. Do operova. E dyta kjo. Ignorancë, mjafton që ti kapin gabimin. E treta. Thon kështu me kuptoj. Ti do përdor fuqinë e ligjit në mënyrë që të spastrosh siç e përdora për vendimin e gjykatës kushtetuese. Këta kanë përballë një ustat ligjit kësaj here, nuk kanë ndonjë e ke fjalën për punën e kujt nga kushtetuese. Mos zbatimin e vendimeve gjykatës kushtetuese. Për votën e diasporës. Po kjo tiku kjo e kthen pa koloni penale? Se kjo e kthen vendin pak në koloni penale. Jo, kjo e kthen lënj. Pra vetëm burg. Kjo e kthen vendin në Republikë të Ligjit dhe Kushtetutës. Stabilokraci. Po, jo në Republikë të Ligjit dhe Kushtetutës, kaq. Tani pika e tretë, kemi thënë depolitizimi i administratës zgjedhore. Çfarë po kërkojmë në një shkencë të jashtëzakonshme ne? Luajnë dy ekipe, Interi me Milani, arbitri themi të jetë Asnjanës. Dhe për këtë kemi kërkuar që arbitri të mos jetë as militant i Partisë Socialiste, as i Partisë Demokratike, as i Lëvizjes Shqipëria Bëhet. Po të jetë nga trupa e gjithë juristëve, e gjithë profesioneve të lira që janë avokatët, noterët, përmarrësët, dentistët, pastaj të jetë dhe nga sistemi drejtësisë, gjyqtar, prokuror. Pse? Sepse kur ti shkon atje, po manipulove, përveç se shkon në burg, mbet dhe licencën. Po nuk është njësoj një noter me një njeri i cili nuk ka qa bënde lagja. Ai noteri me e ka më vështirë të humbas licencën se sa me bëbë. Ka një antonimi këto, kur diçka i përket gjithë dhe realisht nuk i përket asnjëri. Tani, pika tjetër... Nuk i përfshirë të gjitha palet i bëjë që s'është askujt. Pika tjetër është hapja e sistemit zgjedhor, që është hapja e listave. Që të mos shohim në parlament... Çfarë po bën me këtë ti? Po e kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Po pse mo ti pret përgjigje nga gjykata kushtetuese për këtë? Ne do ta fitojmë më zotri. Nëse etike njerëzit tiku duhet të imponohesh. Dalë momenti ku mund ta shpjegosh tani se njerëzit janë kurioz ta dinë vëlla. Po. Ti ke shquar në gjykatë kushtetuese çfarë? Ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor. Po. U bë bashk Damiani i Edit. Po pra dhe o erdi. Dhe partia kryesore e opozitës. U bën bashk dhe votuan që listat të mbyllen. Jo. Po kështu si të them. Mbyllen pak, po tjetër të hapur. Jo, janë... Po është komplet e mbyllur, thua ti. Ata... Është gjasme e hapur, se nuk është gjasme e hapur. Është gjasme e hapur. Tani ne këtë, juridikisht, jemi bërë gati në gjykatë kushtetuese për ta çmentuar. Jeni bërë gati apo keni çuar? E kemi çuar, more, jemi përgatitur, e kemi çuar pa kërkesë. Po, more, u bë një muaj, ka një muaj. Dhe kur je përgjigje gjykata kushtetuese? Sipas ligjit, gjykata kushtetuese brenda 90 ditëve duhet ta shqyrtojë. Që do të thotë brenda muajit dhjetor ne do të kemi gjykimin. Dhe nëse gjykata kushtetuese për shembull e rrezon. Nëse gjykata kushtetuese e rrezon, atëherë do të jetë drejtë rrezon gjykata kushtetuese? Ose e pranon ose e rrezon. Atëherë nëse e rrezon, do të jetë një fitore spektakolare e të res në Shqipëri, e cila do të shkojnë në zgjedhje me lista 100% të hapura dhe me një sistem totalisht hapur, sepse nuk ka më kohë për ta ndryshuar kodin zgjedhor tashmë. Kodi zgjedhor mund ndryshohet vetëm 6 muaj para zgjedhjeve, nuk ndryshohet dot. Atëherë zbet këto zgjedhje. Bëhen zgjedhjet me kodin e vjetër dhe me dy vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat e kanë rrëzuar sistemin dhe e kanë hapur 100%. Kodin e vjetër si ishte? E mbyur, po atë e kishte rrëzuar gjykata kushtetuese më para, kështu që hyjet me vendimin e gjykatës kushtetuese që e kishte rrëzuar, do thotë e hapur. Është i saktë. Dhe ka të drejtë, po. Po mirë, Ramsi e pranon këtë tani se këtu s'jemi në duhet të shprehet gjykata, realisht mënyra se si këta e bën marrëveshjen zgjedhore, për të përcaktuar 1/3 e listave të mbyllura, bie në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ti ku ka të drejtë. Është më e mbyllur se ç'qema. Mirë, po gjykata ka parimin e aksesit në kuptimin që nuk e inicion vetë, duhet të jetë një raport, e cila depoziton. Po pra, ti ku ka përfituar nga situata dhe shumë e saktë, dhe kjo është një lloj fitore politike. Ideja është të presim rezultatin. Mirë po, nëse gjykata shprehet. Ka betejë ky që ne nuk e dimë. E thash pa, ka një betejë, ka litrojë se ka tiku, pastaj tash po dhe dënimi. Po ta çosh në ekstrem tiku është për koloni penale edhe më keq se stabilokracia. Pra ky po shfryzon zanatin e vet si avokat. Po, është mirë kur e merr shkollën pa lek. Eci. Është mirë kur e merr shkollën pa lek. Edhe në një republikë. E di çfarë kujton tiku? Tiku vetëm mund ta them një. Është mirë kur e merr shkollën pa lek, pra në kuptimin është mirë kur mëson në shkollë. Është një anekdot. Që ke dhe furbu mos mbajti mend deri këtu. Është një anekdot e bukur, që e thon kështu mund të bësh lek. E di se është. Se kështu mund të bësh lek. Pra nëse fiton shkollën pa lek, mund të bësh lek. Është një anekdot tiku. Ledi Ervazere plasin anekdot e bukur dhe mirë bën tiku që shfryzon situatën. Thuhet që në një leksion në biologji
ishte testim. Dhe dikush mëson vetëm se çfarë bëjnë mizat. Edhe bien provim që Luani, do të flasësh për Luanin. Ngordhi, edhe ky thotë fillon të tillë përgjigjen. Luani lind, jeton gjatë, ngordh dhe kur ngordh ajnë mizat dhe fillon të fliste për mizën. Ti të gjë bën dhe tiku, pra e kalon dhe kanalizon gjithë betejën aty ku ka një rritë veta. Te pika ti e fort. Te pika ti e fort. Pa flet për mizat, nuk flet për Luanin. Ti e beson vërtet të që më sapote tani e dëgjuam Sebastian Apelli. Unë do të fitoj këtë tani gjykata kushtetuese. Atë vendos Ka një gjykata vendim të kushtetuese. gjykatës kushtetuese italiane e cila jep precedent që ta marrë dhe gjykata kushtetuese shqiptar. Pra ajo është thuajse çështje e fituar. Mënyrat dhe manovrat, se nuk do të hyj në jurisprudencë, kam kohë që merrem thjesht me gazetari pavarësisht shkollës. Por është çështje thuajse e fituar. Pra, mos shprehja e vullnetit të qytetarit, mos delegimi i vullnetit të qytetarit në mënyrë të drejtë për drejtë, gjetja e makinacioneve për të mbyllur listat e ndryshme, është antikushtetuese sipas një vendimi të gjykatës italiane. Mund ta marrin pala shqiptare, ta marrin si precedent. Ta shoh si precedent dhe për ta parë. Por për të ndalur pak se përkundrejt konceptit të filozofisë të së drejtës kam pak merak ekonominë faktikisht, se ajo është çështja bazë. Ajo është e rëndësishme. Ku janë lekët? Sot që flasim, ka një informalitet në kuotat 40%, pra kemi një buxhet të tërë i cili qarkullon në mënyrë informale. Kemi një parat pisët me flukse shumë të mëdha. Në qoftë se sot që flasim, ndërpritet kjo para e pisët, kemi probleme me ekonominë, sepse vetëm remitancat nuk të mbajnë dot. Si do t'ja bëni ju që ky informalitet të formalizohet, të paktën të shkojmë afër vendeve perëndimore? Ka një strategji. Kemi një plan të qartë në program për këtë çështje, të falenderoj, është eksaktësisht sa shtat, po është eksaktësisht sa shtat, informaliteti në Republikën e Shqipërisë është në minimum 40%. Hapi pari strategjisë tonë në këtë drejtim është rimarrja në kontroll total i doganave të Republikës së Shqipërisë. Sot të gjitha produktet e akcizës kalojnë në Republikën e Shqipërisë në sasi të pajustifikueshme dhe shumë të vogla në raport me të vërtetë. Kjo bën që ne të humbasim nga buxheti i shtetit vlera të tilla që ne mund na bënin të bënim mrekulli sa i takon rrogave dhe shpenzimeve administrative dhe nevojës për ilaç në spitale apo pensionet dhe ndihmën ekonomike. Dhe po ua shpjegoj. Po marr vetëm një shembull konkret për të kuptuar çfarë batërdije bëhet sot në doganat e Shqipërisë dhe pse ne duhet rimarrim në mënyrë të fortë. Pse kush i ka dogana sot? I ka në thonjza shteti, po i kanë ata të cilët fusin mallat e akcizës. Tani unë po të shpjegoj. Pa vetë deputetat. Unë po të shpjegoj. Deputetet? Më lër vetëm një sektor dhe do kuptosh gjithë skemën pastaj. Po të marr vetëm deputetet vetëm të më përgjigjesh lutem. Po, deputetët sot në Shqipëri, deputetët në Republikën e Shqipërisë sot apo të afërmit e tyre kanë monopolin e specës, domates, qepës dhe ndaj nuk kanë interes që të mbillet qepa dhe domatja në gjithë Shqipërinë. Kush janë këta, i njohim? Po janë të gjithë, i dini ju tani. Jo, do të dali prapë qori, do të thotë se s'vërmendeva. Shumë mirë, unë jam këtu për parimet, mos e vri mendjen. Tani le di unë si e bëj politikën. Zoti Qori është i lirë ta bëj siç e mendon. Ore më ke parë mua ndonjëherë të merrem me zotin Qori ta shaj. Unë sa herë kam bëni bashkë sa herë. Dgjoj, sa herë e kam përmend për mirë këtu edhe sot. Temë është djalë i ndershëm. Unë e njoh për djalin e ndershëm. Ke parë mua ta shaj ndonjëherë? Po edhe ai s'e ka Po shaj. nuk e kam unë luftën me zotin Qori më sot. Unë luftën e kam me sistemin me bandat. Nesër, pas 10 vjetësh mund ta kem përballë me zotin Qori. Bindi këta mos të lejnë vetëm. Jo sot. Bindi këta mos të lejnë vetëm. Sot zoti Qori, unë e të gjithë të tjerë duhet jemi në një front përballë bandave për ta çarë sistemin. Po pse të lejnë vetëm Qori dhe këta? Nuk e di unë dit flas. Po kush ta më Qori? Nga goja ime. Po pra Qori ka Nga goja ime, Arian. Më thuaj. Nga goja ime as ke dëgjuar, as do dëgjosh të shajnë ndonjë nga këta që janë këtej. Unë merrem dhe përballem me ide me ata që janë përballë. Tani vim. Të lutem lejo të shpjegoj, faleminderit shumë për pyetjen shumë e saktë. Nafta. Po e marr se është baza e ekonomisë. Nafta. Pasioni ka i. Nafta. E dini ju sa është deklaruar në 2 vitet e fundit në Republikën e Shqipërisë, 3 më saktë, vitet e fundit konsumi naftës zyrtare në Republikën e Shqipërisë? 650.000 tonë në vit. Në vit. E dini ju sa është deklaruar konsumi naftës në Republikën e Kosovës në 3 vitet e fundit? 700.000 tonë në vit. Që do të thotë, Republika e Kosovës ka konsumuar mesatarisht 50.000 tonë më shumë naftë në vit se Republika e Shqipërisë. Tani po i krahasojmë. Po vim, Republika e Kosovës ka 397.000 automjete. Me fuqi motorike më të vogël, me kubik më të vogla se makinat Republikën e Shqipërisë. Normal. Këto që themun janë fakte mbaj përgjegjësi publike. Republika e Shqipërisë ka të regjistruara 800.000 automjete. Që do të thotë numri i mjeteve për konsum në Shqipëri është 2 herë më i madh se në Kosovë.
atëherë si dal ka që ne konsumojmë 50.000 tonë naftë më pak? E dyta, numri i fluturimeve nga avionët tanë është deri në 12 herë, të lutem. Si do e ndalësh Po ta kontrabandën e shpjegoj, naftës? po ta shpjegoj, më lërë se e Kjo është propagandë, jep zgjidhjen. Jo, Jep po zgjidhjen. unë bëj dhe politikë, se i flas. Dakord jam. Më lërë tani, Po jep dhe zgjidhjen, që Më ta lërë do ta jap në dëgjojnë fund zgjidhjen. Dakord. Sot Republika e Shqipërisë ka 12 herë, nuk zgjatem, ka deri në 12 herë më shumë fluturime se Republika e Kosovës. Sot Republika e Shqipërisë ka mira mjetet etare nga cilat Republika e Kosovës ka 0. Sot Republika e Shqipërisë ka miliona turistë më shumë. Kosova ka deri në 1 milion turistë në vit, ne kemi deri në 10 milion, se dhe ata që janë shqiptarë që vinë udhtojnë brenda vendit. Sot Republika e Kosovës e Shqipërisë ka 3 herë më shumë tokë bujqësore se sa Republika e Kosovës për ta Pra, me punuar. naftën Të gjitha këto bëjnë që ne në minimum duhet të kishim, në minimum referuar mesatares së vendeve të tjera, duhet të kishim minimalisht 1.2 milion ton naftë të konsumuar në vit. 1.2 milion që duhet që minimalisht, minus 650.000 ton, janë 550.000 ton naftë që hynë kontraband. Kjo naftë që hynë kontraband, që e fusin ata të cilët kanë monopolin e naftës në Shqipëri, ose njerëzit përmes këtyre makinacioneve në zonat kufitare, po këta janë pakicë. Pra oligarkët. Po, tani më dëgjoj këtu tani. Më dëgjoj këtu. Janë 500 Kush sjell naftë në Shqipëri? sjell Shefqet Kastrati, sjell ky Volvo Elite si e ka, sjell të gjithë këta, sjell ky Gega Elite, pse ça kujton se kam frikun ti përmend këta. Këta e sjellin naftën në Shqipëri. Kush e sjell? Baba ime e Po sjell. çfarë kanë këta? Kanë Dale tani. Nafta në Shqipëri, përfiton nga a do më sistemi? lësh tani ta Jo, ose ti i përmendë në po çfarë kanë këta Shqipëri, që mor sjellin? zotri, Po, ata bëjnë mor tregti. zotri, unë sot nuk e kam qeverin të ta faktoj me dokumenta kush e sjell kontraband. Më pyet kush sjell naftë në Shqipëri ligjërisht, po. sjellin këta. Më pyet kush e sjell kontraband, do të ta them, po pata një ditë qeverin që do t'i çoj përpara ligjit. Tani unë po të them. I ketë të dhënat kush i sjell? Mor zotri, më dëgjoj, sot në Republikën e Shqipërisë hyn minimalisht 550.000 ton kontraband. Që do të thotë, I kam dëgjuar dhe unë të ngatuaj këto shifra. Që do të thotë, herë 1.000 lek për litër, të paktën nga kërkesa fiskale që i ikën Republikës Shqipërisë nga xhepi, janë 550 milion euro në vit në drejtim të pa ditur në thonjza. E disa janë këto të barabarta, këto janë të barabarta, mbaj shnim. Por ti përgjigje pyetje Këto Sebastian. janë të barabarta për ekonominë. Këto janë të barabarta që të rriteshin sot brenda ditës me 700 euro direkt rrogat e mbi 5.000 mjekëve, rrogat e mbi 23.000 arsimtarve, rrogat e mbi 10.500 punojësve të policisë, rrogat e mbi 10.500 punojësve të forcave të armatosura dhe pensioni i mbi 23.000 invalidëve të dy fishoj. Por janë para të cilat vinë për të marrë votën ty, janë para të cilat vinë për të blerë votën ty, janë para të cilat vinë për të manipuluar votën e qytetarëve. Prita Maronje, o Tiku. Në qoftë se kemi këtë lloj sistemi ku hyn rreth 500.000 ton naftë, ku ti ke turizëm në nivele të 15 milionëve. Ku nga turizmi ty të hyn 2, 3, 4 apo 5 miliardë euro dhe prej naftës, prej mandarinës, prej specave, prej domateve që i blen të gjitha i merr nga eksporti, ty nuk të ngelen as 100 apo 200 apo 300 milion euro këtu brenda. Kush do t'i marri i pari? Pronari i biznesit, do t'i marri deputeti, do t'i marri ky i shezlongut, pra do merren thërmijat. Tani pyetja ime është në këtë mes. Këto para të gjitha përdoren për të mundur ty, për të mundur Shabanin, për të mundur Qorrin, për të mundur këto tjerë. I ndan ky, i ndan ai, i ndan ai tjetri dhe vinë të gjitha me zarfe nga poshtë. Si do të ndaloj kjo? Po ta shpjegoj. Nëse më kërkon llogari pse shiten njerëzit në këtë vend, ata që shiten e ke subjekt në gabuar. Kjo është çështje tjetër. Un kam shitën të lanë vetëm pastaj ti. Më dëgjoni. Jo, ka përgjigjen, ka përgjigjen. Më dëgjoni se është E di unë se ma ka thënë disa herë. mishi të piqet heu i mos të digjet ton lebrit e mi. Më dëgjoni mua tani, nuk është aq e thjesht kjo punë. Ka punë kjo punë. Jepi. Tani Po dëgjojmë. Tani bucela e verës nevojitet që të çahet në mes për të zbrazur apo i duhet një vrim? Ania për të mbytur nevojitet që të thyet në mes apo mjafton t'i bësh një të çan? I gjithë ky sistem që është siç thoni ju, është një sistem mbi të cilin nëse qytetarët e ndershëm të kësaj republike, ajo pjesë, ore në këtë republikë 20% janë shumë të ndershëm, idealist. 20% janë të ndershëm, por nuk janë shumë idealist, janë dashamirës. 20% të tjerë janë neutral, po anojnë nga e mira, po janë neutral. 20% të tjerë janë diku neutral, po anojnë pak nga e keqja, bëjnë më pak korrupsion. Ndërsa 20% e popullsisë janë katrana, janë hajdut. Pore. Ti thua 20 janë vetëm Tiku? Po dale more, çu është shoqëri mo, jo vetëm jona. Tani unë po të them, a mundet që këto fashat e popullsisë që janë pjesa e mirë e popullsisë
të kanalizojnë, e të na japin mundësin. Po me që lekë rojnë këto, pra, se këta, nga këto lekët marrim, nga këto që të Po ja, po ta shpjegoj. 33.000 punojnës të profesioneve të lira, që kanë të punësuar 100.000 veta që janë dentist, arkitekt, ekonomist, avokat, inxhinier, janë 33.000 në Shqipëri. Këta blien dot nga lekët e këtyre? Jo. Këta votojnë me tru. Tani këta duhet votojnë ndryshimin. Ikën 100.000 vota. Si s'blien nga lekët e tyre? Po dale më ta mbaroj. Kush janë klientët e tyre? Klientët e tyre kush janë? Klientët e tyre profesionale që më theti. Po dal ta mbaroj më se duhet më lini ta mbaroj një tetë. Betohet Arjan. Më lë një këshill publike. Mbaruan. 5 minutë që fund. Demokracia, kam një këshill publike dhe pastaj le ta marr Marsiti. Si shumë këshilla pa lek po jepni sot. Pa hyrë në teori shumë të mëdha. Demokracia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Perëndim, ndër indikatorët e tjerë që kanë zgjidhur teoricianët e mëdhenj që nuk po hym, ka dhe një kusht. Ligji antimonopol. Nuk duhet ketë më shumë se 30% të sektorit njëri prej biznesmenëve. E vërtet. Tani çështja është, do e shtyni përpara një ligj antimonopol, do ndërmerrni një lloj fushate për të shkuar përpara kësaj? Dgjoj, sot e mbyt konkurrencën. Edhe sot ligji në Shqipëri e adreson këtë çështje. Ka dhe një ligj për konkurrencën në Shqipëri. Nuk është e pareguar kjo fushë, po kjo nuk është çështje ligji vetëm, kjo është çështje vullnetit politik. Dhe unë ditë të them, jo vetëm që do adresohet, po të them edhe njerë, se më pyetë si do e kontrollosh naftën. Dhe unë po të them, të gjitha pompat e naftës së Republikën e Shqipërisë, nëse vim ne në pushtet, do të bëhen smart dhe do të bëhen të atyra që gjenerojnë në sistemin qendror fiskal të dhëna korale. Nuk do ketë dot asnjë litër më që ikën drejtim pa a 0 litër. Nga dy anije që kemi funksionale të ushtrisë, ditën që vim në pushtet do të jenë 10 zotëri dhe do të patruohet e gjithë vija brigjetare shqipe. Nuk do hyjë dot asnjë litër, më asnjë litër. Kështu siç po ta them unë. Ato lek do të shkojnë te rrogat, do të shkojnë te pensionet, do të shkojnë te invalidët, do të shkojnë te gjyqit tanë, do të shkojnë te prindit tanë, te ushtarakët, te mjekët, do të shkojnë që të mos zbrazet në ky vend. Dhe unë po të them, jo vetëm ajo, po t'jap dhe një gjë tjetër megjithëse kemi 5 minuta. Ne sot kemi problemin e pronave, se duhet ta prek prap. Problemin e pronave në Shqipëri, i cili nuk është adresuar për 34 vite. Dhe ndërkohë që problemi pronave nuk është adresuar, ti ke sot investitor strategjik që marrin toka pa fund në anë të detit apo në malet e Shqipërisë me nga 1 euro. Pra prona në bregdetin ton, për të marrë ai miliarderi aty, me 1 euro paska, 100 hektar, ndërkohë prona për të kthyer ish pronarve nuk ka. Ne do të bëjmë një skem e cila... Po pëse programin e tiku do bëjmë në të sot, si shim blet për këto? Po pra... Se ne kemi kohë programin. Në rregull. Si të kujton se s'do të marrë më unë ty, po unë ty të kam gjana, dhe të vishtu të unë disa herë. Jo, e di pse mo. Se është gjuna që ti themi sot, kemi akoma muaj para zgjedhjes. Unë dua që këto gjëra të tingëllojnë të freskëta kur vi momenti. Shumë saktë, prandaj desha Do fal që të ndërpreva. Ka gjë mori jo, më njeh. Nuk ka problem. Ne kemi edhe në fund të gjunasë do i pritet ideja. Do të ketë kokë për ato valla. Dakor, s'është problem. Tani një sekond, jo më jo. Një pyetje koncize të drejtë për drejtë. E po një kam një pyetje tjetër të shkurtër fare, dakor, të shkurtër. Po dhe përgjigje do më japi shkurt. Qofse në 2025-ën e vetja mënyrë që të rrëzohet Rama, pra nga rezultatet që dalin pas zgjedhjeve, është që ti të bashkosh votat me Sali Berishën dhe Ilir Metën, do i bashkoje votat me ta për të krijuar një qeveri koalicion vetëm që Rama të iki nga pushteti? Nëse ne pranoje, vetëm vetëm diçka, paragon. Kjo do erozonte koherencën e luftës tënde me sistemin e vjetër. Pra kje parasysh të ide. Po të shpjegoj. Nëse nga votat e shqiptarëve ne do të marrim aq mandate sa qeveria e këtij vendi nuk do të formohet dot, ne nuk do të bëjmë koalicion për vende në qeveri, nuk do të bëjmë koalicion për kryetar parlamenti, për ministri, për drejtori, për përqindje andaj këtej. Po për kryeministër që s'do të takojmë? As për kryeministër, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse do t'i japi mundësinë shqiptarëve të votojnë në zgjedhje që nuk blihet vota. Le t'i harxojnë lekët herën e parë, herën e dytë do kenë më pak lekë për të harxuar për të bler vot, nëse edhe herën e dytë, nëse ta dëgjojnë ata që kanë ndërmend të blejnë vot, nëse edhe herën e dytë, do u dalin lekët të blejnë diçka, do ta çojnë vendin prapë në zgjedhje të parakohshme që herën e tretë të mos kenë as benevreqe të veshura, edhe të mos kenë mundësi të blejnë vot dhe do ta ndajmë çapin nga sheqeri në këtë vend. Kaq, faleminderit. Ledio, plasë pyetjen e tretë në ekran për tikun, për të shfrytzuar këto 2 minutat e fundit. Këtu s'do bëjmë debat, thjesht më duhet një
se gjithmonë ngjellet duke folur ju për çështjet e brendshme, valla. Tani do të ngjarje në botë, jo lufta në lidhjen e mesme, Izraeli, Irani, gjitha këto nuk po të fute këto, po të paktën për një muaj e pak ditë votohet atje. Ma thua do troç kë preferon ti vllazti Adriatik sikur të ishe në Amerikë për këtë votoje, po të ishe shtetas Amerika. Se thua. Jo. Pra u bukë një toral që para se të vijë. Po dalin të bëjmë identitetin politik, je liberal a je konservator? A më pyet ti mua do të thuash dot këtë votosh ka. Ke drejtë mos e ta them dot se votash e fshet për shkakun. Pse duhet të? Kjo është një përgjigje. Po. Unë do preferoja një lider të ri që të mbante qëndrime publike. Unë preferoj këtë zotëri. Ja bëj më fine çani ta mbaroj unë tani. Ja bëj pyetje më fine. Ma pyete. Cili program ti josh më shumë, Kamala Harrisit apo Donald Trumpit? Unë po të them më një. Unë po të them më një. Ja po të shpjegoj. Po thoje. Unë po të them më shumë. Po tani unë i përkas qendrës së djathtë. Unë i thash bruto. Tani unë po të them. Pra do të thash më shumë republikanë. Unë po të them, dëgjoj, unë po të them edhe një herë. Unë po të them edhe një herë. Nëse ti mendon se unë për sport mund të dalë të bëj karshiu që andej këtej, unë po dalë ta mbaroj. Jo le ta mbaroj. Po ta shpjegoj. Kuptoj. Për të mbajtur qëndrime për vendin tim, për hallet e vendit tim. Raport me këdo, unë sot direkt të rri unë tani, të merrem me një garë e cila nuk ka lidhje me kushdo të jetë president në Amerikë, kushdo të jetë, nga që Shqipëria është kolonia amerikane. Po mirë, më unë po ta shpjegoj. Kushdo që të jetë atje, si zonja Harris, si zoti Trump, Adriatik Lapaj do ketë të njëjtën vlerësim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë më dëshon? Një fali vetëm. Ti vërtet nuk ke ndikim se çfarë ndodh në botë, po ajo që ndodh në botë ka efekte edhe mbi ty. Patjetër më, po ajo që ndodh në botë është përtej vullnetit ton në atë rast. Do me thënë, ne mund të dalim këtu e t'i bjem tamtameve tërë ditën, po nuk e vendosim ne kush do jetë atje. Ne mund të bëjmë marrëdhënien me ata aq të mirë sa që kemi, apo në ka një gjë që politika shqiptare ka bërë korrekt në këto vite. Nuk do të frazem, do të jetë politikisht korrekt. S'ka mos. Unë për shembull mbështes Donald Trumpin. Më josh më shumë. Kush? Donald Trump. Programi i tij politik është më duket më racional, më eficient. Sebastian, ti je për Trumpin apo për Kamalën? Se kam vendosur akoma. She ja u bëm 2. Edhe unë se kam vendosur. Po ja u bëm 3. Shikoti sa drejt kisha. Unë që kam ignorancë. Unë se kam vendosur. Ndoshta po më thirrë një javë para zgjedhjeve, do t'jap mendimin real. Si e mendoj? Një javë para zgjedhjeve. Po, që ta ndajmë aty se nuk e kemi ndarë akoma. Ja, pse mund të ma thuash para zgjedhjeve? Po edhe mund të ta them nëse bindem që njëri është më kupton. Do shoh dhe sondazhet. Po, edhe ajo. Jo sondazhet më. Fjala që bie. Ti ku u kënaqja shumë sot? Edhe unë gjithmonë të sinqerisht. U kënaqja shumë, nuk e di por. A Sebastian? Ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Ka një speech, ka një speech te mos e tani fjalën më thanë dhe me mesazh thanë. Çani mos përdor kështu fjalë anglisht se nuk i di një, thua sigurisht di anglisht. Nga i përdorun kështu fake pastaj se më kanë mbetur, ose speech për shembull. Fake thua është e pavërtet, ose është false. Speech është fjalimi apo jo? Po. Ë? Fjalimin e ka ka një përparim të paparë dhe e kohë është në shkurtër apo jo? Mjafton të shohësh se si rendit gjithë, i vetëm ngjarjet, po si rendit gjithë elementet e një dosje është për të çuditur vëlla. S'man as letër as gjë. Pa fillon dhe mund të rreshtojmë shumë 13 pika. 1 2 4 5. Si lideri, ke të drejtë. Është i ushtrimi pa parë. Patjetër. Vuti sa do të them njerëzën atë mirë, po? Është kënaqësi e madhe që isha përballë 2 kolegëve tuaj. Tjetër emision ky, ëh? Ja, po ta shpjegoj, jo për furç, por ky është modeli i ri i Shqipërisë që duhet vi. Modeli njerëzve që dëgjojnë njëri tjetrin pa muef, debatojnë mbi ide, edhe modeli njerëzve që edhe kur kundërshtari ka të drejtë, duhet me i thënë ka të drejtë. Për shembull, nuk i them dot Ramës unë, zoti Rama, që i Albania është një arritje e keqe, është një arritje mirë. Po të dalin më thonë tani që ky me Ramën, pra ne duhet të mësojmë dhe të vendosim një kulturë tre politike që atë që kemi përballë nuk e shohim si armik, po e shohim si kundërshtar i desh. Kështu që sot që një debat shumë qytetarë që besoj që qytetarët nga ekrani kanë marrë një ndjesi pozitive, mendoj. Mendoj se ishin pafund që po na shikonin live dhe në YouTube. 2900 veta live. Ti ku ishte kënaqësi dhe do takohemi prapë. Faleminderit shumë. Miq, ora në këtë moment është 23:04 minuta për t'ju thënë që edhe për sonte ky emision mbaroi, edhe për sonte. Ne do takohemi bashkë të martën në orën 10 me kismet deri atëherë. Ruani veten miq, sepse kohët e errta po vijnë. Sebastian Marsit, faleminderit. Po ju lë me Bryelin.